konkretisht nuk funksionon sepse policia vjen nga populli jonë. Domethënë, një fabrikë e cila prodhon mall skarso. Jo, në fakt, po të doj, shiko, po të doj policia, po të doj ti e di që edhe për fushatën e monopatinave. Nëse ka shumë sens. Nëse ka. Po flas thjesht ngjyra si ngjyrë. Marrim ngjyrë gri. Nëse shumica ka ngjyrë. Mirë, po kjo është bazike fare. Thellja e fishek zjarre, atje është qetësi. Qetësia ai se ka qartë çanot fare. Atje nuk jeta fishek zjarre. Si sheh ligji 100 milion, thotë 100.000 euro job, thotë për se çka kanë shqiptarë, është jashtë realitetit. Vllai është. Domethënë është mëhon, po nuk e ka të qartë se si funksionon, ç'a bëhet realisht në popull, domethënë, ose e ka të qartë dhe nuk i bëhet vonë. Është përsëri normalitetin besoj. E fundit fare ka qenë para një muaji që janë detyruar të ngre zërin, më hodhën cigare të ndezur, të thonë, hoj, këtë është cigaren? Shtyje deri në fund. Shtyje deri në fund që të vim edhe ne, ose më liro të futem. Edhe kalo bashkia aty asnjë lloj gjoje, po ta vesh ti për dy se një moment se s'ke ku futesh, më gjop ty. Nkram atë, njët me atë domethënë. E shef shumë mirë çfarë bën, njët me atë. Është një atje vje motorrat, kështu i ka parku, ka një 3 vjet i le motorrat aty. Nuk e di sa herë mund të ndodhur që mund të ta kem parë 5-6 makina. Edhe ky i pari që ka krijuar trafikun është duke ndërhyrë në telefon dhe ka rrugën komplet bosh. Ose telefonin timon, mohabet tjetër ky. Ky është ti ke që i bin burisë edhe në darkë, në mënyrë përshëndetje, ti jenë qetësinë tënde ai biburisë. Edhe tek një pemë, në një cep në një pemë, mund ta nxjerrësh sekrecionin tënd. Po ta nxjerrësh ti sekrecionin tënd. Nuk mendoj që është problemi tek shqiptarët, se sa është punuar me shqiptarët. A është punuar me dëshirë dhe vullnet e shqiptarët? Apo është ndikuar jam fal një sekond. Jo, po them për jo më ne duhet punojmë. Po politika tona. Si shefa e tamam si shpellar. Nuk keni marrë me zor. Kam punë. Qa rezultati do dalë sot? Shpellari me? Trushplari. Shpellari. Edhe me mua gjyqtare, se kështu na ka vlerësuar ai publiku. E ne jam mirë se erdhe sërish. Mirë se gjeta Lorena. Edhe Albani mirë se erdhe që ke qenë këtu. Mirë se gjeta vetëm. Mirë se gjetëm njëri tjetrin. Sot nuk do flasim për profesionin tënd, as për profesionin e Albanit. Sot do flasim çfarë na shqetëson në përditshmërinë në shoqërinë shqiptare. Do ja nisim që kur nisemi në mëngjes. Me inner peace. Zhurmat. E thos janë mëngjes. 24 orë. Po mirë, do e nisim nga mëngjesi. Sa çohemi në mëngjes, zhurmat, mungesa e kulturës, përplasje dyersh, bllokim të vendit parkimit poshtë e lagja. Do fillosh ti i pari apo ti? Kush ka më shumë lëf, le ta hap lojën. Unë jam të majt veten. Ngjaj sa më intelektual i mundshëm. Po mëngjesi fillon 12. Mas 12 zakonisht. Po. Gjëja e parë fishik zjarre. Gjëja e parë shumë ignoranca më e madhe aktuale e shqiptarëve, trendi i ri, se këto funksionin me trende. Theksojmë 12 natës sa hyn dita e re. Sa hyn dita e re? 12 AM. Po. 00. Sa hyn kështu 0001, fillojnë kapsollat edhe fishik zjarret. Gjëja e parë, domethënë. Edhe treguesi i parë i nivelit kulturës vendit tonë, domethënë. Iku kjo. Kjo kena pas diskutuar edhe përpara që ka pasoja se po e le me noth, domethënë do fillojnë shkelin edhe orarin se këto e kanë 12, pastaj 12:30, pastaj 1, 1:30, ka filluar tash nga 12 deri në 2, 2:30 ka herë. Ja shkrepin. Kjo është e para. Ç'është ky fiksimi me këto fishek zjarre? Përveç festimit të ditëlindjeve që bëjnë. Më duket se e kanë marrë edhe kështu si lloj argëtimi, se s'është e mundur që të ketë të paktën brenda një lagje çdo natë nga një ditëlindje. Jo, për mua kjo është komplet anormale, sepse shumë njerëz e citojnë sikur lëret festojnë sepse ka gëzim dhe hajde të shpërthejnë fishek zjarre. Po duhet kesh parasysh që ka njerëz që janë moshë e tretë, fëmijë të vegjël që në momentin e shpërthimit të fishek zjarreve trëmben, sidomos fëmia i vogël. Njerëz që punojnë me turne. Absolutisht, prishet qetësia e gjumit që s'është normale fare.
Pa llogarit që gjumi duhet bëhet, teknikisht duhet bëhet nga ora 10. Domethënë duhet të nxej para 12-s, që është edhe piku i prodhimit growth hormonit. Do thonë që të ripar, se këto janë edhe ignorant. Po nuk e kanë qartë domethënë që riparimi i dëmtimeve në trup bëhet para orës 12. Domethënë piku është 11 me 3. Duhet të nxej gjumi para orës 12. Tash imagjino të flesh edhe të ngrehesh pa llogarit streset. Edhe sa traumatik është ai zgjimi kur ti dëgjohesh nga një gjumë që ti ke fjetur i helodhur dhe dëgjohesh tash se Po edhe në rast se nuk je në gjumë. Duhet menduar që ti ne se shumë herë dëgjojmë fishek zjarre që po ndodhin në lagje diku larg. Po ai që është në lagje, që ka kulmin e zhurmës atje. Po vjet edhe rralla. Çfarë ndodh në epiqendrën e shpërthimit atyre fishek zjarreve, se kjo është kryesorja. Se ato që janë banorët e asaj lagje për shembull, që janë aty ndjejnë maksimalisht atë zhurmën. Jo se ne e dëgjojmë në sfond. Po. Ne e dëgjojmë në Tiranë, po ndodhi ditëlindje. Në fakt ne kemi brondshme në lagjen. Një herë që ka ndodhur në lagjen time kjo pjesa me fishek zjarre, Që në me fatë se të ka ndodhur një herë. Në lagjet tona ndodh vazhdimisht. Me thënë drejtën një herë më ka ndodhur, por ishte të mërshme. Domethënë ti të kesh fëmijët në gjumë dhe të shpërthejnë fishek zjarre, ti thu çfarë po ndodh. Se s'është normale, domethënë, okay, një herë për vitri që është organizuar që e din gjithë. Presin gjithë, domethënë. Po, sepse është je i vetëdijshëm për atë që do ndodhi. Tash ti je ti në qetësinë tënde dhe të filloj të shpërthej nga hiçi, ti s'ke as ideni, thu çfarë po ndodh. Po edhe në rast se nuk je në gjumë, thjesht është një orar i vonë që njerëzit rrinë në shtëpi qetësohen, edhe duke qenë qetësinë tënde është një orar i vonshëm, ora është orar i gjumi, ora 12 është orar i gjumi, ku shumica janë në gjumë, janë qetësinë e tyre. Sidomos mosha e tretë dhe fëmijët një herë është shumë problematike kjo gjë. Po, me që fole ke zhurmat që në Albania nisin 12 darkës. Po. Është dhe buria. Jo prit para se të kalojmë te buria. Do sqarojmë një këto fishek zjarre. Okay, fishek zjarre, po patjetër vazhdojmë. Keni bërë ndonjëherë ankesë? Jo, unë personalisht se nuk kam bërë. Sa të janë gjendur? Ti ke qenë prezent. Po të besysh. Si çam ka ndodhur mu konkretisht. Përveç rasteve tjera se unë jam i keq i lagjes. Jam ai shpellari. Se kështu është kur je i drejtë, domethënë je shpellar. Kur jeton kështu me i kaos, ai që është i rregullt është problematiku, i jashtëmi, e ke parasysh ai. Kur je brenda linjave. Ishte raste më men ke lagje. Kisha babin smur, fatikisht. Më shumë u nisa edhe nga babi, se mosha e madhe dhe ishte smur me vërtet, me kisha probleme pa gjumësi në atë kohë, biles, mos gaboj, ka qenë periudha ku u keq diagnostikua, se tem tjetër kjo, nga një spital tu që s'po përmeni me emër për momentin, me që më vje, u keq diagnostikua me melanom sy, dhe me kancer. Edhe tash është 100% e sigurt, domethënë ideja ishte që ne mblodhëm fondet edhe u bë gati një shpenzim shumë i madh, përveç financiar ishte kryesore që ishte stresi edhe ideja që minimalisht do humte syrin. Ose syri do hiqet, kështu që faktikisht doli që nuk qe, me një kontroll dytë me një mjek shumë të mirë, atë do e përmend se është gjë me vlerë, domethënë për ato që duam. Të kenë ka është klinika europiane e syrit, domethënë nuk kena lidhje as na ka financuar asgjë, po ai më të pamë me sy, kështu. Jo më vëlla tha, nuk ke ngjafa nga një sy i pa trajtuar, i pa jo profesional tha, unë vetëm me sy që të shoh tha kjo ke bëj sforca dhe ka çfry. Cipa anar syrit, tha ngjan si e tillë, tha, po një profesionist e kupton që s'është e tillë. Po rëndësia e profesionistit. Po. Që doli që si ishte edhe me analizë pastaj. Por që gjatë kësaj procesi ishim stres papam. Do thonë ishte i gjosh shumë e rëndë, do thonë i lajm shumë i keq për ne. Edhe doja që ai të ishte i qetë, të fletë gjumë. Edhe tash i shoh një skenë ku po vish. Doli që njona do u fejote, domethënë, edhe do u fejoshin gjithë me ato, domethënë, do u fejoshin gjithë bashkë, sipas konceptit tyre, domethënë. Edhe do u fejote njëra edhe u trashigofshin pa diskutim, domethënë, gjithë mirat, po mrena i norme logjike, si as në fshat ku një shtëpi atje i fshat këtu, i shtëpi këtu, edhe as atje s'lejohet se prap ekoja e zhurmës. Po që i pash i kishin vu një nga ato si kallep, kështu torta që i quajnë fishik zjarresh, gati aty ke hyrë edhe kur kalova me makinë, ishte ora 12 për çerek. I tham, ju lutem, i thash, mos e plasni këtë fishik zjarre, s'është normale, i thash, edhe mos e bëni. Më pan kështu, mirë, e ke parasysh. Po, patjetër.
Ndërkohë sa hype ti sipër ka të tjerë. Sa hyra në lagje e shpërthyn edhe dola i thash, unë sa po fola me ju i thash, kam njerëz smur, sa po fola dhe u bon direkt agresiv. Domethënë kalun kështu kush je ti, çaje e ti, ishin ja 6 femra edhe i mashkull. Feshkull. Do thënë në rastin e tij e nese, se ashtu shkoi muhabeti me atë, sepse kishte shumë karakter si mashkull. Edhe erdhëm kështu si grup, edhe është problem tash, është problem në grup sepse ke të bësh me femra që janë shumë të dobta fizikisht se ty. Se po t'hym ke barazia gjinore, pastaj plas sherrë i bimi rraf gjithisoj po. Nuk jena. Nuk kaloi të argumentin fillim, diskutoj. Edhe i thash, pse e bot këtë punë, i thash nuk është normale edhe nuk ishin fishikzjarë normale, ishin nga ato që përveç se plasin është edhe një në fund pastaj që plas 3 herë më shumë. Ato të gjitha janë shumë fuqishme. Edhe u bon shumë agresive direkt. Domethënë direkt. Edhe i thash, domethënë nga që u sulën ashtu i thash, meqense po veproni kështu po marr policin i thash. Ti merr policin e fillon me llafe, me sharje. Okej, po kalon direkt jo në shumë detajet e policia, si tu përgjigj. Policia sapi telefonin, fare, piri o rrug numri kështu me atë zhurmën. Kur mora pastaj një patrullës, su përgjigj fare se ai ma mbylli telefonin, pastaj ma bllokoi, edhe ngela dhe unë keq se Ti thon atë prisni. po se doja suport, e ke parasysh nga ana ligjore se tash ideja është i bit kapemi fizikisht, se mund shkoj puna, ashtu si u agravun, ashtu si u sulën pa provokim, vetëm se kërkova i gjë, drejt nuk betohem për Zotin, nuk është se ju shkova kështu me agresion. Më thonë, edhe me tonet buta nuk i shkova, po i shkova me qortim se më thonë, po pse veproni kështu, po nuk fole në fjalë që të nxjisë agresion ke tjetri, e ke parasysh. Ato janë thjesht të ligë ignorant. Vetëm një person i ligë ignorant tregon ashtu. Vetëm të përmbushin ato kënaqësinë e dëshirës vet. S'di çfarë nofke të javë, po normal nuk janë si njerëz, domethënë. Edhe shkoi puna deri piksa ishte ndjesi e keqe shumë, po ishte ndjesi. Ishte shumë ndjesi e keqe, sidomos ajo preka me dorë nga caru shumë keq një javë rresht. Pra ka pasoja shumë të rënda. Përveç se të kanë shqetësu nga ana akustike. Jo, kaluam në agresivitet apo? Jo, përveç se të kanë shqetësu me fshekzjarën nga ana akustike, tash kanë ardhur edhe të kalojnë fizikisht prekën e dorë. Po absurde, sepse absurde mo. Policia nuk përgjigjet, njerëzit detyrojnë të zgjedhin vetë këto Jo, s'është puna problematika. se unë nuk është se desha me zgjidh gjë vetiu. Se unë normalisht do rujt vetë, nuk do Flas edhe në raste të tjera, jo vetëm në rastin tënd. Absurditeti ishte që kjo është i tregues që shteti ka kapitulluar komplet. Domethënë ne s'kemi shtet fare. Domethënë shteti këtu punon vetëm për krimin. Personalisht jam 100% i bitë që qeveria jonë aktuale është qeveri kriminale kështu 100%. Punon vetëm për krimin, edhe tashmë populli e di. Edhe mos them që këto po punojnë që tash popullojnë totalisht këtë vend, edhe nuk i intereson kaosi. Një lloj qeverie mafioze e tillë i intereson të ketë kaos. Se sa më shumë kaos të ketë, aq më shumë njerëzit e drejtë, si puna jonë, detyrohen të ikin. E shohin zgjidhjen ke ikja. Edhe këto duan vetëm këto sharlatanët, domethënë këtu. Kujtove 4 shokët e mi që 2 kanë Më fal ta marroj se du me dal ke thelbi, më fal. Po ideja e kësaj është që populli e ka kuptuar tashmë që nuk ka fare ligj. Ligji është kot fare, edhe prania janë agresiv. Më thonë, mere policim, thoshte mua si në plas fare do lloj llafesh, domethënë se e din që nuk do vi, e din që nuk ka pasoja. Nuk ka pasoja, më por. Ligësia nuk ka pasojë këtu. Paligjshmëria këtu nuk ka pasojë. Kjo është gjithë ideja, domethënë. Më falte. Jo, doja ku që përmende atë që ikin nga 5 shokë që kemi qenë për shembull nga gjimnazi, 4 prej tyre gjenden jashtë. Edhe ato më thënë mua, ç'a bën akoma aty? Por ju e dini që unë si patriot që jam që e du vendin tim, që më kam mbetur kjo tani, por tashi dhe zgjidhja që të largohesh nga vendi unë nuk jam dakord. Nuk është zgjidhja. Është temë tjetër pastaj po që. Se kur do ta bëj, domethënë thelbi është edhe këto që i ikin, domethënë me përjashtim një pakice. Ka i pakicë që ja kanë hallin ashtu, domethënë, ose nuk mund të jam i bindur që shumica e këtyre që ikin, domethënë, janë njerëz me karakter dopt. Dhe janë njerëz që duan që ndryshimet t'ia bëjnë tjerët, duan që të bëhet ndryshimi pastaj ato të përfitojnë nga ndryshimi, janë këto patriotë e emigracionit, domethënë, e di që do ha kështu, jo shpellar, jo çame online, por nuk është se më intereson fort. Domethënë ta kenë qartë edhe ato komentuesit që i shajnë.
që nuk na prek fare, domethënë, po shumica e këtyre që hiqin, domethënë janë shoqërie që largohen që janë të detyruar për po shpakica të mund kjo që thotë. absolutisht. Shumica janë justifikohen pa diskutim, Që është po shumica e duan zgjidhen, do të thonë si ti. Du zgjidhje të lehtë. Gjithë që jemi këtu në tavolinë aktualisht, ne kena pas mundësit me hik. Jo mundësit kështu në mënyrë dëshirore, kena pas realisht mundësit me hik. Po. Do me thonë, edhe me zgjedh vendin. Do në Itali, apo do në Gjermani, apo do në Amerikë, për shumë, përsa për këtë perëndimit paktën, e kemi pas shumë thjesht me hik edhe me kushte të mira. Ne kemi pas kushte në vendin ku do shkojmë, edhe në Angli. Çështja është që ne kemi përzgjedh me ne këtu, se s'duam të jemi ato persona që ne nuk i vlerësojmë shumë, domethënë, ose si kuptojmë dot kur veprojmë. Duhet që të jemi person që kur flas, të jem shembull. Absolutisht. Edhe duke të njoft ty, e di shumë mirë që je i tillë, domethënë. Se Po. për te muhabetin tonë ne njihemi. Po jo të gjitha kanë thjesht që ti përballojnë këto zhurmat, shqetësimet që po diskutojmë edhe zgjedhin të ikin. Ma as ato vetë që hedhin fishikzarët nuk i përballojmë. Thjesht Po pra, e hedh komshiu, pastaj çuditshëm fare. ky është një aspekt tjetër që të bën abi. Ankohen edhe ata që ankohen i bëjnë vetë këto gjëra. Si e shpjegoni këtë? Është ajo, unë mendoj që është ajo dëshira ajo momentalja, kënaqësia momentale që të bëj që e fund, po s'ka gjë lagja, apo s'ka gjë tjera që se shqetësohen. Mendoj që për atë kënaqësinë personale është egoizëm. Për mua është egoizëm, po duhet ndaluar në mënyrë absolute me ligj që duhet ndaluar një sekondë më parë. Nuk është normale fare që ti tash të jesh nga hiçi, ke një festë absolutisht që kënaqur. Hidhe mas malit, hidhe jashtë Tiranës ti, e ke mësuar. Liria jote mbaron aty ku fillon e tjetrit. Po mos e hidh në qendra Po nuk urbane. është përveç anës ligjore, mendoj që zgjidhja më e mirë do ishte që njerëzit të ndërgjegjësohen. Absolutisht ndërgjegjësimi do ta kuptojnë të gjithë. S'është normal se durojnë as kafshët të burr. Domethënë sa herë që hidhen fishikzarët, je qenë kështu të alarmuar maksimum se nuk e kuptojnë çfarë. Imagjinoje ti atë person që zgjohet nga gjumi i friksuar sepse ai po plas fishekzjarrin. Vetëm kaq. Një plak apo një fëmijë që është i vogël që nuk po kupton se çfarë po ndodh. Flasim për persona që janë afër epicendrës së shpërthimit. Jo ato që janë, se njerëzit mund mendojnë që mos e fishek zjarri është ajo ndodhur, ajo ka ndodhur 2 kilometra larg. Kena filluar të lut me inshallah do Zoti nuk plas në lagjet Jo, tonë. ne jemi me vonë që janë shumë të shpeshta dhe janë shumë shqetësuese. Sa po shtohen. Kanë ardhur çdo ditë ditëlindjen aty. Çdo ditë, edhe nuk ndalin llogaritën, si ka mundësi sepse po ti numërosh gjithë, do kishte mbaruar ditëlindja do për një event ditëlindjesh aty E kanë kthy edhe në rit. Është si biçim si tip riti pagan, duket se e kanë kthy edhe në rit këtë që shiko po se më thon janë aq trush plan njerëzit. I them nga Lorenz, e di si funksionon insektet, funksionojnë palës kurrizore, i them. Palca kurrizore ka ca instikte, domethënë veprojnë bazë instinkt. Janë kthy kështu. Domethënë kjo lidhje e trurit me palcën kurrizore është shkut fare, edhe veprojnë si insektet në orare të caktuara. Se nuk ka kuptim, nuk jap dot shpjegim ose liksia ka kap kulmin. Domethënë liksia ka shku në atë pikë sa njerëzit janë papërgjithshëm maksimum se s'ka kuptim. Unë mendoj më shumë që është ky egoizmi personal për të bërë qefin. Liksi, raporti egoizmit. Mendoj më shumë është ignorancë sa çka deri liksi. Ai ngec deri aty thotë hama ti shpërthejon këto, të bëj qefin tim edhe kaq, as unë jam i sigurt që po ti intervistosh këto persona, ti thua se ankohen. A e dini që po shkaktoni këto problem tek tjerët? Mendoj që shumica e këtyre janë kështu out komplet, që nuk e janë pavetëdijshëm po aty. Pavetëdijshëm fare për gjë. Kjo ignoranca si e përcakton ignorancë kulturore thotë qytetare? Kulturore, absolutisht. Shkon fshatra. Asnjëri s'e Vetëm qendra. Jo, do thonë shumica në fshatra nuk kanë mundësi edhe nuk kanë ato kulturën e Instagramit që të shohin edhe. Jo, është. Unë kam përshtypjen se kjo është i trend TikTok-i, domethënë ka hyrë nga TikTok-u, domethënë edhe njerëzit që nuk janë njerëz të papërgjegjshëm që ja atribuojnë to lloj trendi. Huazoj çdo lloj trendi. Huazojnë trende që nuk janë të shëndetshme. Domethënë, po e keqja jonë është që parë fjalë si edhe në shoqëri, e ke parasysh. E keqja jonë është që huazojmë trende, po nuk i heqim se ato janë kështu momentale, ne i zgjasim në vite. Në rast se i trend është për shembull 3 muaj maksimumi. Po kemi ne si shoqëri që ndikohemi nga këto antivlerat dhe na bëhen pjesë e jetës direkt. Dhe na duket interesante vazhdimësia e këtyre. Kjo duhet stopohet. Duhet ndalohet, më dakord, po ideja tash
është ka rrit kulmin, aq pikë sa mu ka fillu këmba këtu, vetëm do të diskutuj jam kështu. Dhe ka kap nervozizmi se është fenomen shumë Geri keq. ule pak fokusin te këmba. Ja. Se ngrijon këmbë. Thelbi është që shteti nuk funksionon se shteti është, mendoj unë, si e mendoj unë është që këto instancat ligjvënëse, ke parasysh policia konkretisht nuk funksionon sepse policia vjen nga populli jon. Domethënë, një fabrikë e cila prodhon mall skarso, Jo, në fakt, po të doj, shiko, po të doj policia, po të doj ti di që edhe për fushatën e monopatinave, nëse s'ka shumë sens nëse ka, jo, po them, nëse ka dëshirë dhe vullnet, bëhet gjithçka për Po nëse ka dëshirë vullnet edhe populli nuk i bën nevojë këto. fare se për shembull Okej, popullin po e quajmë sikur është i shprenuar, por është shteti që e vendos në kufi, në linjë. Ti nuk mund të bësh çfarë mund të duash ti. Ti mund, domethënë liria jote përfundon atje ku fillon e tjetrit. pa Ti mund të diskutim. kesh dëshira pafund, po Po. prandaj jemi në një shtet, se ashtu do ishim barbarizëm. Shteti ti vendos pikat mbi i. Ti e shkel ligjin, vjen shteti që Po, shteti përfaqësohet nga njerëz që edhin fishek zjarre. Unë them kështu. Do të thonë, nëse shumica janë ngjyrë të kuqe, do përfaqësohesh nga të kuq. Pa ngjyrime politike, po flas thjesht ngjyra si ngjyrë. Marrim Po, ngjyrë gri. nëse shumica ka një ngjyrë po kjo caktuar, është bazike fare. automatikisht përfaqësohesh Fishek zjarreve në 12 natës është shumë bazike. Kjo nuk do të ndodhi Se më. kuptojnë as policë më burr, po them. Do të thonë policë janë pjesë e pollit, i hedhin edhe vetë, më kupton? Po. Kush është në shtëpi e nuk ka detyrë, hell fishik zjarr. Ose në rast se ti e merr policinë ankohesh për fishek zjarre, thot ai mendova se mos kishte ndonjë hall më të madh. E quajnë gjë qesharake. Edhe Kjo ky është pjesë e kulturës, pastaj që Kujt kulturës policisë? po nëse Se çështja e kulture është çështje ligji. që mendova se kishte një gjë më të madhe, është pjesë kulture, pastaj që s'duhet jetë atje në atë pozicion. Pikërisht për. Edhe ky perandori jon që i shqiptarëve se unë se njoh fare, domethënë për mua s'ekziston po. Është izolum atje ke shtëpia vet, Atje është qetësi. qetësia ai se ka të qartë çanot fare. Atje nuk jeni fishek Si zjarre. shej ligji 100 milion, thote 100.000 euro job, thote për se çka kanë shqiptarë, është jashtë realitetit. Ai vllai është, domethënë është në hën, po Po. nuk e ka të qartë se si funksionon, ç'a bëhet realisht në popull, domethënë, ose e ka të qartë edhe nuk i bëhet vonë. Dy gjëna, po dyshoj që është i miks mes dyjave. Ai nuk e ka të qartë edhe nuk e ka, se ai çohet në gjesë edhe bën nga ligj, po. Gjohet në pas 12-s një zhurmë. Ose ka fishek zjarre Shumë të drejtën. Një zhurmë e letë popullime e letë. Drit nga Tirana, nga qendra. Zhurmat banale që Sa të bëjnë lumtur janë thotë. njerëzit. Ka një mungesë kulture të theksuar për plasje dyersh makina më tretmjesit, për plasje derës, Muhabet. shtëpisë, muhabet, Tretmjesit. po Mua një gjë që më duket shqetësuese që doja ta diskutoja për shembull është që mendoj që është vërtet shqetësuese dhe për gjithë popullin është motorët. do Ose dalin marmitat. motorët. Pas orës Do 12 dalin edhe natës. të motorët, po Nuk e di, është sqarojnë e këtë tmerrshme. mungesën e kulturës bazike. Sa do dalin. Të kjo kultura elementare. Okej, për mua, për shembull, një rast që dua të jap, kam pasur një komshie, vinte ora 5 e mëngjesit, ndoshta çohesha për të shkuar në punë, dhe vishte takat edhe ecte me taka. Kup. Se kam marrë telefonin. Ishte e tmerrshme. Domethënë mund të duket shumë banale, po ishte e tmerrshme. Domethënë ishte aq problematike sa të zgjonte nga gjumi. Një zhurmë e tillë. Taka. E janë kuar ndonjëherë? I ke të rriqur vëmendje? Po. Si ka qenë reagimi? Më fal, jo ka kërkuar ndjes, ka qenë mirë kuptueshëm. Në Ky rregull. personi këtu ka qenë mirë kuptueshëm. Sepse Ne kemi persona. ne kemi persona që shkundin tapet brenda në shkallë të pallatit. Po e bëjnë shumë. E bëjnë shumë atë. Përveç zhurmës kemi edhe E bëjnë shumë atë. ndotjen. Është shumë e çuditshme, shumë fenomeni i çuditshëm. Do të thonë, asha që Po shkundja e tapetit brenda shkallës, Po, po ti ke ka të pestë, po ti, shkund. më fal, po ti ke edhe të del në sheshpushimin e pallatit, që është sheshpushimi dhe ta shkund atë. Po shesh pushimi është por e gjysma të keqe. minimalja. Po thimo, ja Jo, dakor, dakor. Sipër nga kati 5 sekond. bie gjithë plurin Një e sekond. Kam qenë duke kaluar poshtë pallatit dhe ti je në punën tënde dhe të bien pisloj që tani në kokë dhe ti ngjen krye kokën se po shkund mbulesën. Nga balkoni thuti. Po nga balkoni? Po pra e njëjta gjë. Po e njëjta gjë. Ose nga shesh pushimi i pallatit. Dhe tash domethënë sa e tmerrshme është që ti e larg e dal për të shkuar në punë apo për të shkuar diku, edhe tash të të vinë pisloj. Merr bukë me vete, Dhe thrimë. që të edhe ai është e tmerrshme.
Hajnë dhe është rrugës, ka ku ka lote. Po. Kene të A i ke të rejqër vëmendje në këtë rast? Po bërtita nëse të vjen, domethënë të vjen të plasësh, ti tecësh. Edhe është përsëritur si veprim, besoj. E fundit fare ka qenë para 1 muaji, që jam detyruar të ngres zërin. Cigare të ndezur, domethënë hoj tetesh cigaren, sigurisht asnjë lloj problemi, sikur se ekziston njëri tjetër përveç atij kafshës që e hedh atë. Domethënë ti ecën punën tënde dhe ty të vjen cigaria në kokë ndezur. Kështu që pas ke shtuar. Albani. Ja, unë isha me flokë si Albani. Më hodhi një cigare, edhe kam prejtë. Albani në rastin e vet nuk mund ndoshta se ka problem, po unë marr flak. Po. Ti kujtove se shpëtove nga komenti. Është shumë Është lezetshme se në çdo lloj ore është kështu. Domethënë është si biçim llotarie, se biçim është turqisht, unë si urrej këto, po është si tip llotarie kështu. Edhe a do shkundin tapet apo jo? Edhe shumë, domethënë dy në 3 raste është shkundë tapeti. Hap derën, edhe përplasim i thon tjetër që shiko se u du dal, na lojnë. Të shi unë du të pres një gjysore që i plurja, i të merë që është bëhet të bi. Po, shtë nuk është në sens komplet. Hap derën prap edhe nalon, kalo thot, po si të kaloj, tham unë. Unë po të kaloj këtu është re. Do më thonë, si të kaloj, du të pres, unë du të pres një 20 minuta të shi të bi pluri, që unë të kaloj, tham. Si do të kaloj, nuk e di, se perceptojnë fare. Kalo thot, e që kështu qeshe, po mos e shkund, më i them, merë fshes me korrent, më thë imi në kushte, kanë ardhur nga shtëpia private edhe jo gjithë janë negativ më, jo gjithë janë të ligë. Ka njerëz që veprojnë si pasojë e kulture. Është kulturë në raste. Edhe po ja shpjegon edhe ja kupton që i thu, shiko, mbase ke ardhur me shtëpi private të shkruaj kulturë. Po, problemi është se këtu jemi në komunitet edhe janë gjithë shu dyret njëra mas tjetrës edhe furë jo të mike unë. Shtëpi private janë Kati të parë janë karë. Ja, për shembull, një rast që ka ndodhur mua me një nën për shembull, është gra shumë e mirë. Po, është pjesë e kulturës që, siç kanë qenë më përpara që shkundin nga balkoni apo nga dritarja. Edhe po, kemi edhe shumë filma shqiptar, tash që më kujtohet, kemi shumë filma të vjetër shqiptar që shkundin tapetin nga kati 5. Është pjesë e gjës tonë ajo. Edhe kur i Roqa vëmendin që i thash, po tash ç'a të bëj unë për shembull që më ran pislloqet e tua. Po mirë. Po i falja absolutisht, edhe mua më erdhi shumë keq që u prek aq shumë, po është një gjë që duhet rikuperuar. Jam dakord me rastet që nuk janë shumë të vetëdijshëm edhe kërkojnë falje, por rastet kur përsëritet vazhdimisht. Na më fal. Ditën tjetër pra. Pastaj kalim te hipokrizia pastaj. Hipokrizia. Pastaj kalim te hipokrizia. Po qëndron problemi. Sepse që e bën një gabimin, të të riqet vëmendja. Pikërisht. Dhe reflekton është shumë ok, është mos e normale se çdo njeri ka. Se din se është i fenomen për shkak kur rrotulloi Chelsea në gjes me dal. Ikim me vrap shumë bab Mulder. Domethënë po i njëjti që ishte të shkum bab, gjon ato kamët shumë që ikin me vrap domethënë. Do dalë shpellari? Do dalë shpellari. Po ç'a do lloj Chelsea që lviz në përdyrë, domethënë janë koshent që ajo që po bëjnë, nuk është normale. E din shumë mirë. Pa e bëjnë në stil. E ke parasysh e din shumë mirë që nuk është veprim normal. Po i bin shkurt. Po. Do nezëm shesën me korrent, do e shkojmë falar. Kjo është për mua për shembull që ky është patriotizmi. Po patriotizmi kjo është. Ti mos ta bësh këtë veprim se di që do të shqiptarët e ngatrojnë patriotizmin. Duhet një sqarim. Na i sqaro të lutem për të gjithë. Avash. Patriotizmi është ta duash komshion tënd, ta duash ambientin ku jeton, ta duash vendin tënd, ta duash lagjen tënde. Dhe ti bësh gjërat me vetdije. Jo siç thot Albani për shembull që kur hap Chelsea nuna ikën me vrap. Patriotizmi është që ai edhe kur mos jetë Albani atje mos ta bëj. Që kur të kaloj Albani atje mos jetë plur. Kjo është patriotizmi. Ta ruash gjën tënde. Nuk është patriotizmi kur lun Shqipëria. Patriotizmi kur lun Shqipëria futboll nuk ka lidhje. Ai është quhet tifozllëk. Fenomeni i kësaj. Patriotizmi është të duash gjën vendin tënd, kombin tënd, njeriu tënd. Dhe të sillesh sikur të vëzhgojnë edhe kur je në vetmi. Absolutisht, ajo shkesa ndërgjegjes. Kjo është patriotizmi, nuk është patriotizmi kur bën gol Shqipëria. U bë goli Shqipëri-Serbisë, këtu desha me dal ky patriotizmi që përmendë. U bë goli Shqipërisë, bravo i qoftë shqiptarëve, domethënë. Bravo i qoftë skuadrës tonë. Fenomeni. Duke shku për shtëpi, gjithë koshat të rrëzum, koshat e plerave, domethënë venet të thyer, pemë të thyme, stola të thym, të rrëzum për smrapçi. Ironi e patriotizmit. Ç'e patriotizmi është? Domethënë, ironi.
është si me thonë me serbi, me qënë se jena ke kjo nacionalizmat që unë s'jap sens totalisht, unë s'jam fare me këto, po serbi knaqet kur fitoj Shqipnia në këtë rast, se thotë se do shkatrojnë vetë në vetë. Edhe më kujtohet një histori ke puna babit tim kur kam qenë i vogël, ishin në biznes me ca serb. Edhe fillun të u kapshu me që ishim të pi kafe, fillun kështu të hedh batuta ke njëri tjetër, jo se serb ju kështu e gjoj tha i serbi. Po thon, i dogji se ne e te kalun i qik, të limitin e shakasë e kalun i qik. Edhe, shiko tha, ka i gjo veç mes jush edhe nesh, i tha i serbi. Që ju kur ju deli kokë, tha, i kapin i gjithë nga komët edhe e gjysni poshta. Kurse ne, kur na del ne kokë, i fut në gjithë nga poshtë dhe e ngrem lart, tha, kjo ndryshimi mes nesh edhe jush, tha. Edhe është me vërtet kjo. Do thonë, nuk du me dhon ide të gabume që unë jam pro serb, por mos më bëhet vonë për asnjëri parë. Bëhet vonë për vendin tim. Domethënë, absolutisht. S'jam nacionalist në këtë pikë, domethënë, po që kur vjen puna për luftë do luftoj për vendin tim. Tash çështja çfarë patriotizmi është ky? Gjithë këto që i bëjnë edhe dalin si të fortë edhe me makina, me hashashke goje, se kështu ishin aty. Ti mund të festosh brenda limitit tënd pa dëmtuar ambientin e jashtëm. Në momentin që ti dëmton dyqane apo kosha, ambienti është apo pema është jetëm. Fitoj Shqipnia, hajde shkatrojmë vendin ton. Po çfarë sensi ka më? Fitoj Shqipëria pa absolutisht do të festojmë gjithmonë, po jo të dëmtojmë vendin tonë. Jo vetëm kjo, më jam i bindur që i bëmë hasne luftë larg qoftë ose kur mos qoftë. 80% largohen. Këto trimat janë ato që ja fusin vrapit, futen poshtë divanit, zhduken më. Janë më frikacak të mundur. Gjithë këto trimat, këto me Porsche, me këto të fortit, këto që të vrasin për gërvishje. Këto janë më frikacak në rast se lufte, janë më lëngaraqit. Më të fortit janë ato që si njihet zoni i gojës. Ai shkojnë në luftë, 5% e popullsisë. Sa ai të emigrimi në Kosovë. Ku dëgjon më çan ato domethënë. 5% nuk ka qenë aty në Kosovë. Me sa dime se kam informacionin. Kur vjen pjesa e luftës është pa bërë tjetër, mos që ta mund bëj shaka e. Çështja është që kur largohen luftën herojt, vdesin ato edhe këto që kanë qenë poshtë urës dalin edhe ne kena qenë. Edhe marrin aty bojnë politikanë. Jo, është pastaj. Ky menimi im për këto tuçekës që kanë. Po për parkimin poshtë lagjes. Kur të bllokojt vendin edhe do të dalësh edhe në rast se ke urgjencë, vdes aty edhe nuk ka. Ai që shkon tapetin kokë edhe le makinën kështu. Zakonisht lidh dhe numrin aty. Ke dritari. Nuk e shohin numrin. Ta lidh dhe numrin aty. Ha më ti pse s'morën telefonin. A ke punën kishe përtike? Përgjigjet një fenomen lagjet time. Unë do flas për ato që shoh. Edhe diçka, mua më ndodh shpesh kjo me komshion tim, nuk është se kam problem. E lejoj, domethënë që të zgjidhin punët e veta, është shumë i mirë kuptueshëm, shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin, po është i fenomen që edhe nuk i vë dot shumë faj, sepse është ai që mbi ngarkuar me parkim, gjendja, nuk ka infrastrukturë, skandal fare, domethënë për parkim, po të vish lagjen time është katastrofë. Një parkim privat që është hapur tani, janë hapur 2, janë full. Ashtu janë shumica e lagjeve, nuk është vetëm. Jo, problemi them që këtu individi është më shumë i sforcuar që ta bëj gabimin. Është i dyzuar nga mungesa e hapësirës për të zgjidhur punën e tij që duhet të mbarojë një punë diku, sforcohet që t'i bëj dëm dikujt tjetër duke i zënë vendin e parkimit. Po minimalisht ler numrin e telefonit. Ka njerëz që e bllokojnë nuk lejnë as numër telefoni zhduken. Unë du të cakis 2 probleme me gjithë atë, që nuk janë fort lidhje me këtë pjesë. Domethënë janë krejt dakord që njëra është egoizmi, edhe papërgjegjësia, shiçanor. Për shembull, në lagjet tonë ka hapësirë më u fut deri në fund. Edhe janë disa banorë të pallatit, domethënë, që parkojnë fillim fare. Domethënë, nëse vazhdon lagja, ky e barkon fillim edhe bllokon pjesën e mbrapsme. Domethënë, ti nuk mund të futesh më andej, edhe janë persona që japin makinës një herë në muaj. Atë makinën e nezin një herë në muaj. Edhe jam përballë. I kam thënë që shiko, pse e le makinën këtu? Shtyje deri në fund. Shtyje deri në fund që të vim edhe ne, ose më liro të futem, e ke parasysh tash, nuk je në shtëpi private, më kupton që nuk e ke borë privat. Jena në komunitet edhe ka kushte, domethënë prishet terezia në komunitet. Është mos e normale. Tash i pranon këto kushte, duhet të jesh i përgjegjshëm, është ajo që theti, duhet të jemi patriot, të jemi të mirë me komshiun, domethënë të jemi siç duhet me qenë. Jo kështu si kur je në shtëpi private i papërgjegjshëm komplet. Parkojnë komplet fillim, se do çohem unë mjes herët. Çohem mjes herët bjeri telefonit,
Qose të kam dal nga mrapa, bjeri telefonit, po liro lagjen më burr. Detyrohem po të vi mas orës 10 atje, detyrohem të shkoj parkoj ku dëgjon 1 kilometër distancë nga lagja ime. Ky është njëri problem. Problemi i dytë që është akoma më madhor se ky. Është paktën ke lagja ku jam unë, po e kam vurë që në gjithë Tiranën, në gjithë Shqipërinë është ky problem. Janë ca të papërgjegjshëm, se s'du me përmend një term tjetër, të kateve të para. Edhe 50% të oborrit të pallatit, të sipërfaqeve, i bidoni është njëra nga obor e kanë rrethu, edhe quajnë pronë tyrën. Do të thonë sipërfaqen publike që është për gjithë banorët, që nuk e kanë me tapi fare, si tako fare, njëri është karë nga Dibra, ç'a tapi e ka ai aty. Ai s'di me folas gjuhë letrare, dallohet që është i ardhërisht azi, domethënë, edhe ka rrethu gjithë vendin aty. Një tjetri nga Skrapari ka rrethu këne nga krau tjetër, edhe zihesh keq fare. Ç'a nollim, ne 50% e kam mat me satelit, edhe është diku ke 50% hapësirave të përgjithshme janë të zonë nga me kokra, persona me kokra. Nëse pallati ka 20 vet, njëri ka blloku 50% të pallatit, e ti ç'a bën? Detyrohesh me dalë në rrugë me parku. Polici ç'a bën? I bie shkurt e të vë gjop ty. Këtu është kompetenca e bashkisë që duhet ndërhyjë 1 sekondë më parë. Morë bashkia s'vje fare se këtu jena ke me qera llafi, jemi ke rajoni numër 1. Ke zyra rruga Xhatasin. Jena pa llogarit që kjo rruga që futet për kjo ankesën në bashkë. Kam bën, nuk funksionon fare 0. Përkundrazi i dalin pro aty në jo mu, është shumë e çuditshme. Është rruga e Bodinakëve këtu në krah, domethënë, që shkon për nga zyrat e punës edhe del për nga ministria jashtë, është kundravajtje. Po të pish kafe aty, 10 makina çdo 5 minuta ty në kundravajtje. Ka është plot raste ku është të ardhur makina policisë edhe i del kundravajtje. Çe të bëj thot? A se din që është kundravajtje? Më fal, edhe ja futin dietro as gjob, as i lloj gjëje. 1. E dyta, gjithë venet janë të zonë me karrige, koltuqe, kone, ka ardhur një këtu fizioterapi të shia, ka fut heker, ka ngul hekerin, ka vu edhe nga ato shulat që ngrejen, vedhe makina aty, vedhe vazo me lule nga mrapa, domethënë. E ka blloku komplet, edhe është parkim publik ai, nuk ka drejt me e bë atë. Edhe kalo bashkia aty as i lloj gjëje, po ta vesh ti për 2 se i moment se s'ke ku futesh, më gjop ty. Në kram atë, njët me atë domethënë. E shef shumë mirë ç'po ndodh, njët me atë. Është një atje vje motorrat, kështu i ka parku, ka një 3 vjet i le motorrat aty, ca motorra kështu scrap, i kalon aty, as i lloj gjëje, edhe kur kam shkuar unë më kap, më kanë qitë më problematikun. Do jam unë problemi. Është fenomen që Rajoni numër 1 është munjit. 0 fare, 0 fare pa përgjegjshmërinë ekstrem. Aty kalojmë. Do thënë e ke në gjithë Tiranë, po të ecësh në Tiranë, këtë fenomen e ke gjithandej. Rrotullojemi ke lagjet, do t'i trurit. Dhe që ti e ke qatë shumë mirë. Kone, karrige, goma, koltuqe. Goma, ças vend, domethënë se prona ime. Me pak fjalë, ne mirë që nuk kemi vende parkimi, që kjo është problem super madhor në qytetin tonë, por ne kemi përveç problemit parësor, kemi edhe problem të mbivendosur që dhe ato pak vende që janë të zëna. Zihen nga individ. Problemi shtirë më sa ju, problem që një qytetar që nuk ke ka shpinë ka të parë. E kemi në gjak atë zaptim. Imagjino ku do ta parkoj makinën. Do thotë se që kur bën makinën në garazh, garazh. do dalësh me makinë. Absolutisht. Unë asnjë nuk biles mos thënë që kur ka ardhur bashkia ka dalë krema ato. Kena pasur. Në gjesi deri në darkë s'u përdor asnjëherë makinën. Në raste që më është dashur ta përdor, që duhet të shkoja tek Brune si diku, më është dashur 3 orë për të vajtur dhe për të ardhur. Do 3 orë për të vajtur dhe për të ardhur, është të infrastruktura rrugore kur zero. Do ti dhe thua pastaj ti pse mund se zihen shqiptarët, se nga këto gjëra banale fillojnë gjërat. Të rish 3 orë në trafik, ti agrafosh. Mi ngarkohet sistemi nervor. Po pra, e thamë pse zihemi, se fillojmë që në 12 me fshek zjarret edhe sistemi nervor është gjithkohës kështu alert kene, nuk kemi kohë që të relaksojmë. Po për shembull, rastin konkret që unë kam qenë 3 orë në trafik, ti acarohesh në një pikë që edhe një fjalë më e vogël nga dikush që mund të jetë nëse normale, ty duket gogol. Edhe mund kapesh, mund zihesh, ndodhin gjëra nga më të çuditshme, prandaj ndonjëherë thënë
Po të shikosh ngjarje që ndodhin që vriten apo zihen për gjëra banale të wow, Ose ka kap limitin në sistemin nervor. Si ka Ai mundësi që është këto janë shpërthim, nuk është se ndodhin nga ajo. Edhe thojnë të tjerët se tjetri në momentin që është i ftohtë bën gjykimin, më ky për gjë banale, kaq është zën. Po ndërkohë ajo ka pasur një histori paraprake që Një ka flak gravuar trauma. gjëra deri aty. Janë Ka kriju pasur trauma. një histori aty që ka ardhur deri aty çështja. Ajo është vetëm finalizimi pastaj akti. Burit. Dalim ke burit. Është hobi. 30 makina në vit drejt, 30 makina në vit drejt. Më thonë, i bje ky 30-ti. Po se takoje nuk e stakon më. Pa, dhe kena pas një raste që i kam dalë, kam thënë, pse i bje më burburis? Po edhe se trafik. Po është 30 makina më ne më burr. Pse mbje mu? Mund ta kundërshtoj pak Albanin? Po. Rast, nuk e di sa herë i përsëritur kjo. Ti shikon vargun e makinave. Mund të kenë qenë, nuk e di sa herë mund të kenë ndodhur që mund të ta kenë parë 5-6 makina. Edhe ky i pari që ka krijuar trafikun është duke ndonjëherë në telefon dhe ka rrugën komplet bosh. Ose telefoni më timon, më bet tjetër ky. Ky është komplet problematiku që rrin telefon që ka humbur momentin e ngjarjes ku jeton, edhe ka bërë trafikun varg edhe njerëzit presin edhe po vinte për qesh, edhe pastaj detyrohen pastaj që i bien buris. Edhe kur i kanë rënë buris, është kthjelluar në atë moment. Mbas ai se percepton realitetin, kujton se ajo po ndodh aty në Instagram apo është. Absolutisht, po kjo telefoni për shembull makinësh është bërë një nga arsyet e trafikut që të humbasin telefon, edhe po kjo është nuk e di sa herë përsëritur. Si shef policia tonë bursa se, domethënë, Po pra ne që se ne kemi përditshmërinë i shohim. i shohim gjatë gjithkohës më është gjithkohës more. Janë non-stop me telefon dorë më burr. Po kur ndodh në kryqëzim, në semafor, është pa për semafori jeshil, edhe ai është në telefon. Ka kaluar 10 sekonda, ai është akoma që po. Ai thjesht është konflikti që ka krijuar trafikun. Ai është vetë baza shkaktari. Që aty fillon konflikti. Edhe ai tjetri pret, dhe do pa dashje, se gjërat lidhen në zinxhir, nga një gjë rreth tjetra. Është fenomen që ndodh në zinxhir, nuk është nga kemi shumë problematika në sistem prandaj. Po, dhe ky person tash, po, që këtu më që ke telefoni duhet eliminuar kjo. Duhet të ndërgjegjësohet që mos i bie buris vend e pa vend se ka njerëz në përpara. Shumë e prapë, përjashtoj atë rastin që më kundërshtove që jam dakord. Po. S'mund ta quaj kundërshtim se jena me i mendi. Po 90% i bin kot. Absolutisht. Se po i bin kot se dallohet situata. Edhe i fenomen që më ka bërë përshtypje. E kanë si mënyrë presioni që hec përpara. E kam studiu shumë, mbiles në grup e kena studiu këtë. Domethënë, personat më agresiv në buri, më jo tolerantët edhe më të padurueshmit, me statistik, janë femrat edhe pleqt. Domethënë vetëm këto janë dy kategoritë më të tmerrshme të burisë. Qose se ke vënë re, shife me kujdes. Që nesër bëhu observues. Shife me kujdes. Po, mbi 70% burive janë femra në timon ose pleq. Dy kategoritë më të egra përse përket buri. Nuk e di pse e kanë. Kam teoritë e mia përse përket femrave, domethënë pse e bëjmë. Nuk jam racist as bëhet fjalë, po është evident, është e dukshme domethënë. Kjo është shumë e dukshme. Edhe madje kam arrit me i pikë sa kur hec bie buria o femër o plak, i them atij shokut tim. Po jo më se e kalo, o është femër, o është plak me vërtet. Me bëjmë atë lojë, që sa do jetë plak apo femër. Sepse kanë ardhur nga një sistem agresiv që e kanë krijuar edhe vet, se komunizmin vetë e vun, domethënë, nuk e vum ne. Edhe vazhduan e majtën mrapa siç erdhën tot Partisë Demokratike që ishin gjithë komunista, vazhdoshin i njëjti mentalitet, kanë krijuar kaos edhe kanë hub edhe mosha, domethënë nuk durojnë më pleq. Domethënë sistemi nervor ka kap thresholdit, nuk ka më, edhe i bin buris. Ke femrat nuk e shpjegoj. Kështu. Domethënë se janë mosha të reja. Po janë të padurueshme, janë edhe shumë arrogante, e kanë burë që janë shumë arrogante. Baza e gjithë e burive është trafiku. Lodhja gjatë trafikut, situatat njëjta i kam kalë. Kemi parë situata dhe që s'ka pasur trafik ose ka qenë makina pse nuk i bin veturinave dhe ishte një bllokim shumë. Po ti ke që i bin buris edhe në mënyrë përshëndetje, ti e qetësinë tënde ai biburis. Dhe vërtet. Formë përshëndetje, pikërisht pra. Bano, do doja që të futej një sistem që të ishin kështu me pagesë burit. E ke parasysh që i buris. Me subscription burin e pikë, në point se harxho pikës ka buri për këtë muaj. Pjesë tjetër problematike në këtë burin është që po diskutonim gjatë natës, se diskutojmë fishek zjarri, diskutojmë burin.
janë edhe këto fenomenet që kalojnë me makinë me muzikë të lartë. Ora 12 e natës, Ajo Kena. është tjetër. kjo është Kena i berber tuk e Kjo është- lagja, zot. Kjo është se ç'është. Ti jenë ratin tënde në orën 1 të natës, ai të ve muzikë ty në maksimum atje, Po mbase ke nevojë të do argëtohesh, ti hape edhe vendon për ne. dritare, edhe do të dëgjosh edhe këngën e Llumit që ka vendosur ai O që atje. zoti mo çfarë këngësh. Edhe Shkoje, oje, boje. Qëre boje se ti pe don një si unë, të di që shqipe, se kuptoj atë lloj ai është shqipe. dialekt. Po juni mo. Po nuk nëse është problem, kë- O ke zot, dialekt. çfarë kategori muzike është kjo? Si e kanë kategorizuar? Nuk e di, nuk e njoh, Se ka qenë pavavaja dikur. Kategoria qen. Se Kur- ti Me qenjë është gjinohë burë. qeni, ti çfarë se qeni është i mirë. Nuk jemi Mas- ekspert në këtë fushë, kur të ftojmë një që merret me muzikë do e hasim këtë temë, kështu që ngelemi të Kevi. Shiko, çdo kush ka adrenalin për shkakun që do të vë Hajde, muzikë, Kevi. muzikë të lartë, okay, po gjatë ditës hajtë sa ta kuptosh, po gjatë natës kur është qetësi dhe ta vesh në dritare që ti në atë egoizmin tënd do të Po dhe kënaqësh gjatë veten ditës tënde nuk dhe kam do t'i qenë sta tregosh, gjoj unë do t'i muzikën tregosh tënde. lagjës ti që shiko se un po kaloj me makinë, kjo është ignorancë totale. Këtu nuk besoj që ka shpresë, nuk besoj që mund të bëj gjë ndërgjegjësi. Kujtohet i Jo, varg. kam boj, se në rast se për shumë Që dhe thonë është vështirë. Është i varg që jep shpjegim këtyne shumicës shqiptarëve dhe njerëzve në botë kështu. Thot, njeriu thot është si kafsha. Jo, është shumë më keq thot. Është totalisht thot i pavetëdijshëm. Përdor një inteligent. Është totalisht i pavetëdijshëm edhe ka drejtë i vargu. Sepse kafshët janë të vetëdijshme me në llojit vet. Ne kena diskutuar domethënë që kafshët zbatojnë një plan caktuar domethënë me përpikmëri. Bleta nuk bëhet rrugaqe në moment për shkak i fus një dy tege isha vonë punë. Kryen punën e vet me përpikmëri. Çdo kafsh e zbaton me përpikmëri detyrën, nuk ke patin e pula që kur perando dilli njëna është Futet rebele, inteligjenca- nuk fle me nuk bie me fjet. Futet inteligjenca ndërlikohet situata. Kur futet, jo inteligjenca, kur futet liria e zgjedhjes, Po. liria e veprimit. Domethënë se kafshët janë projektuar me lirinë e kena ne, me zgjedh të mirën ose të keqen. Edhe njeriu është totalisht i pavetëdijshëm. Është më keq se kafsha. Nuk është fara më, është komplet undead, i ka vdek shpirti. Veprojnë si kufoma. Domethënë se trupi është varri i shpirtit. Domethënë kur s'ke shpirt, kjo është bo arkivol trupi, edhe këto veprojnë kështu si arkivole. Me janë bosh fare. Nuk kanë përgjegjshmëri, nuk kanë dashuri, s'është dashuria ajo. S'kan empati. S'është dashuria ajo. S'kan inteligjencë emocionale, edhe kthehen negativ. Këto element, domethënë, janë Vetëm atributet egoizëm i gjallë. atributet një shoqërie të Instinkt. kalmër. Po ma kthehen instinkt. Po instinkt kemi të gjithë domethënë, po ideja është me frenu, Me kontrollu, s'kan normal, frena jo, fare. shiko, po ne nga kafsha nga kjo ndryshon Kalojnë nga drejt- S'kan inteligjenca. frena fare. Inteligjenca e motorët dhe marmitat e modifikuar. Ja, këtë dhe diskutoja që parë këtë pjesa e motorëve njerë që ti je në qetësinë tënde dhe ai të ndez motorin ty në 12 natës. 12, 1, 2, 3, nuk ka Jo, limit s'është ora. problemi ke ndez. Edhe ai mirë që e ndez, po jep edhe atë gazin kështu Prapë që s'është problemi aty prapë. nuk e di ku është problemi, po kur Këto ajo ven- zhurma që ven jep ai që marmita. jep gaz, marmita. Kanë zhurmën e bë marmita, domethënë motori vet nuk është se bën ai zhurmë. Domethënë dallohet se është makineri në funksion, marmita e është. di që kur ai ndez motorin, po Zgjohet trondit gjë. lagjen. Edhe Është- këtu duhet ketë një matës të akustikës që Po të marrësh motorat që më a lejohet apo mirë. s'lejohet? A lejohet ky për shembull ky motor? Kur ne nuk na përgjigjen Jo, telefon janë për janë- fshek janë zjarre, do jashtëligjshme. kesh Në matës Gjermani tip- për shembull apo në Itali apo në një vend që ka ligje që zbatohen, a lejohet ky motor? Në Shqipëri jam interesuar për këtë pjesë. Në Shqipëri nuk ekziston një ligj i mirëfill për marmitën me sa deri tash me sa kam pa unë. Por e kanë si aneksu ke ligji i prishjes Po çfarë thua? të qetësisë publike edhe decibelve. Edhe mund të vënë gjë, pra, aktualisht policia e zbaton këtë ligj për sa i përket pra, le të themi ekziston ligji. Jo i mirëfillt, por është marrë një ligj tjetër që mund aplikohet këtë rast. Kjo është shumë e lehtë. Du me shpjegu se si funksionon kjo puna e zhurmës, do me thënë që t'jenë sakt. Marri motorat më premium. Në motorat më premium qarkullim, ke Honda Goldwing, është 1800 kubika i vllai.
Me thënë, ke 1500 kubik, është makinë. kubik për çaj doj, për të fluturuar. Jo, Pak rëndësi nuk ka për që ka rëndësi. Unë personalisht e kam shumë qef. Deri 1000 Ke kubik. BMW 1600 GTL që është 1600 kubik. Du me dal ke fuqia motorike sa zhurmë mund të prodhoj. Po çfarë? Tashi, ç'a bëjnë to? Po ti marrësh të motorrat, edhe BMW R1200 për shkak se 1300 që janë nga 1300 kubik. Po ti marrësh nga fabrika nuk bëjnë asnjë lloj zhurme. A di sa silencioz janë? Do me thonë, ai kalon me Goldwing 1800, kalon me V-Strom me marmitën e vet. Për sipër, kalon me Africa Twin, një mish, Po. edhe ka marmitën e vet, nuk bën zhurmë, ka i zhurmë, po e ka shumë të lehtë. Do me thonë, Po. nuk të bezdis fare. Nuk janë marmitat. Po Harley Davidson për shembull. Pëles, po kalojmë, ato nuk lejohen nëpër qytete në Europë. Do thonë, motora nuk lejohen ato. Thot dil në autostradë, thot, vene jashtë zonave të banuara dhe Po. lëshoje sa dushti aty. Po edhe ato kanë silencioz, kanë marmitën që ja kanë me buton. Do thonë, e kthen silencioze, ose e hap edhe bëhet zhurmë është artificiale. Nuk të bë kuaj fuqia e lloj zhurme. To ç'a bëjnë Atëherë shumë e lehtë për shtetin nuk që ta marrin ndaloj këtë më. Shumë e thjeshtë. nuk marrin as marmita Kjo është i masi duhet premium, marrin ca marmita kineze që bullin, po çlidhe ka ai motori Yamaha T-Max 500 kubiksh, çlidhe ka ai me atë zhurmën e bëjnë papaq më burr. E bëjnë papaq. Është e njëjti mentaliteti i atyre që Thonë, prej motorët muzikën, mos edhe shumë tut, kjo është një formë si që do banana. të rreqim Si vëmendjen. motori, si dhe ai me makinë që i ka vënë marmita që të Njerëz vëllajgje. pa intelekt fare më burr. Kjo është kafshërim, o thjesht tash. Edhe po ti shohësh në kanë edhe komunitet, persona që ecin pa kokore, Të jesh domethënë në po këto janë. komunitet edhe dëmtosh tjerët me këto lloj zhurmë, nuk është jo që s'është normale, më po. Domethënë ti e bën këtë veprime dhe dije do ikit i vendos të marmitë Po të po, zhurmë. ky desha me Seruçi, Ky ato është nuk janë fenomeni, ky është marmita problemi. fabrike. Po pra, Janë Ti po shkon po e bën. qëllimi është për të të qëllimshme. krijuar zhurmë. Po pra ky është, se unë mendova Janë Alban të persona që i kanë kollë Mendova marmita. se Albani korrigjoi, kë mendova që mos del që nga fabrika. Jo, fare. Unë po të pranet Por, pash ato në 1300 momentin- kubik, zero zhurmë. Në momentin që diskutojmë faktin që fenomeni është i vendosur nga Shisa vetë ju, individi, kjo është Shisa ju, mo. Është kjo është pastaj i kaotike paramenduar. Po. Është I them shokut tim, shive i them, kaloj një ditë një Audi RS6, që unë e kam fiksim. Po. Edhe po ishte marmitat e fabrikës, dallohet e grinta, e zhurma e egër që ka, po ishte e mytme, e myllme. Domethënë ti e ndjen, po është e mytme. Domethënë ai i dha hovë, Po. sa tork ka RS6, edhe bën një zhush myllme. Ke parasysh? Po. Mas saj, po atë ditë kaloi një nga ato RS6-tat që i kishin vu nga këto marmita. Domethënë kishte heq vllai 15000 euro marmita, 20000 sa bëjnë ato, edhe kishte vu një 2000 euro marmita kineze. Edhe bote i zhurmë kështu pa lidhje fare, domethënë që s'ka lidhje me fabrikës. Tash mendon ti se ato inxhinierë gjerman janë idiota kjo i squt? Po jo më burr, kjo ka lidhje komplet me ignorancën, Absolutisht. me mungesën ekstreme të kulturës. Ky individ qytetare. mendon që në momentin që do kaloj unë në motor, se këto kanë Se bën zhurmë me fuqinë e kanë makinës, vetbesim po, Po, pa tullët, diskutim. dhe duke pasur Është vetbesim kompleks. tullët, vendos marmitën e fortë ai që të marrë vëmendjen. Shi tjetër i së Ja, klasa po më janë gëj që çarkullon ashtu, tuk po. gjëtasim. Thirrje e brendshme që Bo thotë ja makina si papaq më burr. E gjitha i benza më gë së klas. Është një lloj Bëj mënyre zhurmë për shumë të rritur tut, vëmendjen. klaro. Për të mbushur veten. Nuk bëjnë makinat e fabrikës zhurma mbi decibel, nuk të bezdisin më. Kjo është ideja, janë të studiuara që mos të bëjnë zhurmë për me të bezdis. Ajo zhurma që këto bëjnë është thjesht efekt akustik. që është i vetë krijuar. Pra ne hedhin edhe kapsolla njerëzit, se janë përbindshë, domethënë nga ky aspekt. Edhe ato që vënë marmita janë ato që të hedhin në kapsollën 12 naze, nuk e kuptojnë ndrysh, domethënë ato ashtu janë rrit. Po janë të rinë mosh më. Domethënë problemi i tyre është ata janë të ri edhe nuk është dëmtu, nuk është ngop sistemi nervor me trauma. Po momenti që ato do kapin 30, 35, 40 vjeç, ato s'dikin. Edhe nga ata pa shpresë. Shoqëri absurde fare. Kalojnë 40 edhe vazhdojnë i tërheqin. Shumica ashtu janë, po s'po diskutojmë ata anë po gjë. Çështja e vetbesimit, një vetbesimi ulët i bën këto gjëra që duke dashur të rreqësh vëmendje që të biesh në sy, si ke femra, se meshkujt i bëjnë këto, si tek femra, apo si tek lagja, apo si tek shoku, vendos to marmitat dhe i tregon tjetrit që shiko se çfarë po bëj unë. Ndërkohë që merr efekt kundër, një merr boshllëk, efekt negativ. dhe nga gjithë komuniteti ti i e bërë target që vetëm ofendohesh e shahesh Pikërisht. ndërblon. Bllokimi i trotuareve nga njerëzit mes rrugës. Edhe nuk të lejnë të kalosh. Bëjnë muhabet 5, 6, 7 ose 10. Po kultura qytetare zero, s'ka, domethënë shpjegime shumë i thjeshtë ato. Shef edhe në sy.
Domethënë, është të zemë është trotuari edhe kanë zonë të gjithën. Po, këtu kemi Je duke i ardhur kështu edhe të shef në sy. Ti shko aty të shef prap. Fal, kaloj pak i them. Bën edhe Nuk- të bëhet një. Shumica nuk thojnë fal. Më thonë i kap egoja, i kap inati. Po ku dal më burr? Du të kaloj, thjesht du Problemi të kaloj, këtu që bëj dy përgjithshëm. anësën mendoj unë. Nga ana e qytetarit që tregohet prapë egoist që nuk mendon për tjetrin, dhe i dyti është që Kultura. dhe trotuarët, jo, dhe trotuarët që janë ngushta fare. Po jo, sa Po çikosh janë ca trotuare që të kalosh në profil. nuk e E ke parë tek rrugë libros? E di që është edhe ky fenomen. Ke që lugën të poshtë. Nuk të justifikoj në këtë rast, Absolutisht. sepse këtë fenomen e Jo. shoh te Po trotuaret po e gjëra. mundohen ti dalin krah që të justifikoj sadopak, Jo, jo. por që nuk justifikosh bllokimi Problemi i vogël ai në trotuarët të asnjë lloj vogël. mënyre. Të Më bllokosh shumë e rrugën has na- aty ku ka hapësirë. Mblidhe rreth. Ose të vinë kështu janë E ti del ke kurse bicikletës për të kalu. vinë 5 vet, edhe janë kështu ka për krah 5. Po trotuari 5 vet zë. Edhe ti jetuar për ballë, Trotuari Z3. o do përplas na shpatull, ose Trotuari Z3 dhe Po, ka ata thonë janë 5 pesë. dhe kursin e bicikletave. le ta korrigjojmë kështu më mirë. Edhe të shohin kështu edhe nuk e lirojnë domethënë. Po këto persone ato që bëjnë mohabet, ky s'është një problem kush e di se çaj i madh, them unë, po në krahasim me problematikat që ka vendi jonë edhe shoqëria jonë domethënë, po që është i problem që e kena has. Jam problemet vogla që Po mblidhen ato. Të Lidhen parin do edhe- kisha listuar fishek zjarre, të dytin prit ti tash mos na Marrë. kritiko listimet se i vum ato edhe tash i bëjmë këto. Listimet i për ka bol skupje. Brena. Mos ndërhyj ke listimi. Prit radhën edhe Po, mirë dakord. respektimi i radhës me që dolëm ke radhë. Sa respektojmë radhën në për banka, në për markete, pse jemi gjithkohës të nxitur. Mendoj Në aeroporte, Shiko. kemi lënë nam në gjithë vendet e botës sepse nxitemi, o duam e kena has. e parët, fundit o duam dalim të e parët. fundit që më ka ndodhur ka qenë kur kam qenë në supermarket. Po mbaja radhën dhe më erdhi radha mu dhe erdhi një grua nga jashtë. Edhe i thoshta se, "Ama 2 lexhere", thoshte, "Donte 2 paketa cigare." "Ama shpejt mirë, po këto 2." Edhe me Po prit më zotëri tim, pyet një herë mua dhe pyet edhe tjetrin që kam unë më fal që ndërpresin timon edhe në radhë gratë janë më problematike. Unë femër jam vetë pa... Ka lidhur me matë mohabetin e burisë. Nuk jam duru me fare, nuk e di çfarë bëhet me shoqërinë. Jo, s'është individit betohen. Në market më ndodh Është gratë, statistikë. mundohen të bëjnë kështu skuthe, sikur se kanë mendje, duat dalin të parët edhe në banka dhe meshkujt janë më tolerant. Ndoshta mund të jenë Si i doli zoni. Në përqindje. Jo, jo, mund të jenë në përqindje më fjalë gratë, po dhe meshkujt janë. jo, pa diskutim, po që më ka bërë përshtypje. Ka femrat Që almost. Ato mund të jenë në numër në dominancë për këtë fenomen. Po, Është ai fenomeni i ndoshta nga stili i Sufficiente testit, këtë listinë inferioritetit që se të që janë ndryshuar rolet, me të thënë drejtën, në gjithë vitet e mia të eksperiencë, aksidentet apo problematikat që janë has në rrugë, ta them, kam qenë duke hec, ka dal keq, ose kam dal edhe unë keq, kena qenë 2 meshkuj, më fal, shumicën e ka raste për është një, po në shumicën e rasteve ka tolerancë. Po. Po them një rast, po që është agresiv, domethënë është i teprum, po ky është i përsëritur. Po them një rast, po ta dini që është i përsëritur me femrat. Isha me mamën motor, mamën i kisha mrapa, edhe po ecja. Edhe ishte një gocë me celular në dorë dhe doli duke pa celularin, doli direkt nga parkimi dhe desh na hodhi. Domethënë doli nga cepi rrugës ku ishte parku, doli në rrugë kryesore dhe desh na përplasi. Unë frenova, dola në krah. Edhe jam kthy kështu domethënë, po kujdes më vajzë, thash unë se jena në motor, jam me ti me më na vret. Ti gërvish makinën, po ne na vret, na dëmton. Më plasi organi që se ka fatikisht, përmeni organi gjenital mashkullor që nuk e ka është femër, ikse të shuarot, më tha mua dhe iku, pas i pik lidhje do më thënë. Po ky rast është i përsëritur me femra. Është një rancë pastaj, kjo Është në mas, është në mas. S'lam të marrë? Jo, më po ndërhyn të atje një e dyta, ajo shqipse i thoshte prit se ka radhë. Kjo vazhdonte, sa kalonte një person, unë isha i dyti në radhë për shembull, vazhdonte vetë tek unë. Po prit më i tha ajo se ka radhë, mbaroj me këto dhe pa ama se 2 paketa kam sa të mbaroj. Po në aeroport se jemi kaq Ka lidhje agresiv. këto. Duam Po kërkon të futemi ta liroj unë vendin, kërkoj me edukat, lutem a mund ta marr vendin tuaj? Edhe vazhdo. Kam hall. Se kam hall, kam një problem se njerëz jemi të gjithë. Po. Dhe hyn prapë te patriotizmi. Patriotizmi është që Po, t'i japësh liri dhe tjetrit më, kur ta kërkon se kemi kur gjendet në gjendje nevoje duhet ta ndihmosh. Kjo është Rast në Italim, ishim zbritëm nga avioni, domethënë, edhe i ndau, po ishin shqiptar shumica.
Ishte bërë problem me sa kuptova, ishte bërë problem edhe ato e kishin qarë që në fillim që erdhën të kafshët. Fatkeqësisht. Po më ka ardhur keq për vend. Jo më burr ishte paragjykim se e pash me sytë e mia. Ato kishin bërë një shërit, edhe thoshin, ju lutem, mos e kaloni këtë vizën, do ju thras 2 nga 2, s'është problem se ishte aeroport i vogël. Nuk e kuptoshin vizën më. Ore çfarë stresi më, u stresova unë duke i pa ato të stresuar. Jo, përveç asaj, viza është si kishin kështu si nxitje me e kalu vizën, rishin kështu. E kaloshin vizën e i thotë po pse. Oh mio Dio, ja bota. Vite italiane a policia. Oh mio Dio, ja bota, ke rastësisht edhe vetë duhet në kokë. Të lutem tha kaloni mrapa. Kaloni mrapa. E shef këtë vizën. Ja bota. Mos e kalo vizën, si kafsh tegra mo. Ora si ato dele që rrinë ke gardi kështu, edhe hap gardi e shulen me hangër barku, ti gjon, e kishin fiksim me kalu vizën më. Pa disa turp karë sa keq. Ja kena të vetë më burë të. L'albanezi kishin të ndarë më vete kush është, edhe këtë. Po s'është diskriminim më. Është pasojë, jo diskriminim. Është asaj çfarë kemi ndërtuar ne. E kuptova që është pasojë. Është për të ardhur keq. Dakor, po jemi përmirësuar, jo të na bëj kaq strat. Po çfarë përmirësuar mos e para viti ky muhabet? Çfarë përmirësuar? Para viti more ky muhabet. Fishek zjarre në 12 natë. Çfarë përmirësuar? Vin të ujit, ama vin të ujit që i njoh personalisht, domethënë vin të ujit edhe shklyn syt. Thot, "Ore, ka një javë që dëgjoj kështu, keni ndaj fesë ndërkombëtare, ka një gjë?" I them, "Jo, po." Si lejojnë, tha, domethënë do të shpjegim logjik se nuk e perceptohet dot. Mendoj se është një fesë se u rikthem prap e hezauruam atë si tem. Kjo mbledhja e gjithë sekrecioneve të ditës edhe hedhja në mes rrugës. Nuk ke prek në një tem. Nuk ke prek në sekrecioneve i them unë. një tem që nuk e di domethënë. Ose në verizë. Një nga gjërat më të Kjo është e meshkujve. Është e çuditshme vetëm meshkujt e bën. Është një nga gjërat më të vështira të përshtysh në rrugë. Të përshtysh është minimalja, po kur mblidhet ai shuku këtu. Ti mund ta mbledhësh atë shukun, se është biologjike që ta mbledhësh atë shukun, ta mbledhësh atë dhe tek një penë, në një cep në një penë, mund ta nxjerrësh sekrecionin tënd, po ta nxjerrësh ti sekrecionin tënd dhe ta hedhësh në mes të rrugës. Jo, më fal. Në një penë po njerëz të bëj dot. Mos e bëj dot më po. Jo, më fal, jo ta hedhësh mes rrugës. Merri fazolete dhe po ja. Rasti më i keq që vendoset tek një penë. Jo vetëm që mes të rrugës. Absorboj tokat pak. E di si duhet ti je stomatolog. Po. Domethënë, rasti është aq i agravum sa i biti thush njerëzve, hape gojen sikur jetu pshtym tokë. I numërojnë gjithë dhëmbët më burr. Se e pra hape gojen, edhe kanë atë probleme, hape sikur do me pshtym tokë, thuj, sikur do me qit gjithë çka ke mrena, siç e bën zakonisht ka rruga. Jo vetëm hape gojen këtu më burr. Jo vetëm hapja e gojës, po është edhe hedhje me stil. Dhe hedhin për shtymën 3 metra të filluar me teknikë apo? Me teknikë. Kanë teknikë me zdolën. Është bërë tash. Kam parë të filmin e Titanicut me atë Leonardo DiCaprio që i mëson Rose se si të përshtyj atë Titanic. Se maja mund të skenën, duhet ripar. Po, dhe fillon dhe Rosa aty. Po jo, kjo është një fenomen përshtyma në rrugë, në trotuar, dhe një tjetër që më shqetëson për shembull mua është jashtëqitja e qenëve. E kisha jashtëqitja e qenëve dhe janë bërë kështu po ti shohësh në rrugë si ngjyrë, top sekrecione njerëzore dhe jashtëqitja. Edhe kafshë. Është bërë si fenomen. Tre ngjyra të trotuarit, jeshil, verdh, kafshë. Po, këtu do të marrë një masë drastike. Jo më larg se rrugë dhe ke pulla. Më fal, jo më larg se para 3 ditëve shkel Albani aty e fut deri në gjysmën e dyqanit. Që është fat. Po. Albani tani ka. Sa fato por tensioni i larg, u ngretën qime. Açë edhe Dolën flokë dhe u ngretën. Paktën e shijove veten me flokë. Janë ta qese të vogla, qesa ato stafat për këtë punë nuk janë shtrenjta. Edhe ma në xhep. Ajo futet si qese deri këtu. E kap, e mbledh, e kthen qesën mrapsh. Shumë normale, po. Edhe e merr me vete edhe. Shokun tim që është super kujdesshëm për qenin që ka dhe asnjëherë kur bën jashtëqitje i qeni vet, gjithmonë e merr me qeset që thot Albani dhe hedh plerat. Asnjëherë nuk e lë aty. Shumë i kujdesshëm. Me që jemi po pjesa e 1% e popullsisë po. Ja 5. Po s'besoj. Ky shoku im e bën.
Këtë janë të Po pra, ky e ka Merrni përqinja shembull nga këto 1% ju Po, lutem. absolutisht, por kjo pjesa e pështyerit në rrugë, kjo do ndaluar. Po urinimi në përshkurre në ambiente publike. Po është e njëjti person që pështy, Tek edhe parku urinon. Rinia kam qenë duke kaluar tek Tajvani, ishte mbas Ish parku ditës Rinia. më vonë. Ish parku Rinia, po. Ke qenë me fat që ka qenë mas ditë vonë. Dhe mund të shikoj, unë kam parë, domethënë 2-3 situata të çuditshme, që aty ka lodra për fëmijët, që luajnë fëmijët, dhe diku më tutje rrin individ që janë të çuditshëm mentalisht. Njëri e kishte nxjerr organin e vet në mes të rrugës dhe po urinonte tek trotuari në mes të ish parkut Rinia, si pa gjë të keqe fare, se mund të kishte fëmijë, se mund kalonin gra, fena. Okej, këto që nuk janë Po nuk kishte 100% vetëdijshëm. Nuk kishte shkuar as tek. Jo. Jo mos i vetëdijshëm ishte. Mendova se mos ishte njeri me Jo. Nuk jo. Po them që ky është i vetë kufizuar. okej. Në mes të rrugës, në një vend ku 10 metra më tutje ishte plot me fëmijë të vegjël, se këto janë dhe manjak, janë dhe çuditshëm. Pedofile. Po. Kanë një tendencë pedofilie. Është për pushtirosje totale. Domthonë, ky ishte Është shumë problematike. Dhe nuk ishte shkuar as tek pema, që të shkonte tek pema të paktën, që as tek pema nuk e justifikojmë këtë. Po. Se është individ. Unë kam parë një rast. Po tek shkurja gjithë tek trotuari ti e nxjerr. Kam parë një rast para disa muajsh tu te rruga paralel, në mes të ditës, ora 1 e drekës, ishte duke bërë jo te pema, po te makina që kishte parkuar aty. Ose këto kur sa shikojnë që ka një pjesë errësirë tek muri i dikujt me vrap. Futon lokal më burr, ne Shqipnia zvojmë për lokale vetëm bar kafe kemi gjithmonë. Se nuk e ka detyruar ai, po ka pensionista që thonë nuk kam unë lek të futem në një bar dhe të paguaj. Është bërë me ligj, është detyrim. Jo, me ligj nuk ekzistonte, me sa pashu në Shqipëri nuk e kishin detyrim. O doli ligji atëherë që çdo lokal, çdo bar, masane mjes që ka ligji, unë s'kam pa në herë rast, nuk ka. Në ta si vetë shosh tek dera tjetër dhe ti bësh urinimin, nuk është normale. Më futun në lokal, pyet ku është banjot, drejtojnë direkt, nuk të pyet kush më burr. Nuk besoj se do ta mohoj dikush që në rast se ti shkon edhe unë këtë nuk justifikoj që s'ka ligj dhe ti problemi na kanë ardhur në dyqan. Uri i shtëpisë dhe ti urinosh. Pikërisht, problemi na kanë ardhur në dyqan, ma aman të lutem, a keni tualet? Edhe kena thonë po patjetër. Që si jena as bar kafe, edhe po patjetër kam thonë. Po ty është në bar kafe i thot, ai nuk ka kamarier që e mamenë ishe ula se ishe ulë. Po dhe në rast se ti e kërkon vetëm për atë fiziologjike, është bazike. Problemi që më shqetëson më shumë është që përveç këtij brezit rritur që bëjnë mësojnë edhe fëmijët e vegjël, kam parë këtë verë që shkoj në bortë i restoranti, që në restorant ishte i ulur aty, edhe po drekonte. E merr fëmijën e vogël edhe kjo bori i restorantit e mëson se si të urinonte. Ndërkohë që toaleti ishte bosh. Pastaj kjo është pjesë e kulturës. Pikërisht pra kjo është shumë problematike se e shohim që trashëgohet edhe te brezi që po rritet. Që të ndryshojë një mentalitet njerë duhet vullnet dhe dëshirë. Dhe që të ndryshojë një mentalitet pasi ti ke arritur vullnetin dhe dëshirën, një piktor i famshëm austriak ka thënë që duhet 30 vjet punë. Po sa na kanë kaluar ne? 30 vjet na kalojnë 3 breza, duhet 3 dekada ka cituar që duhet të ndryshojë mentaliteti i gjeneratës. Përveç shqiptarëve. Shqiptarët me 4-5.000 vjet. Janë inteligjent. Ka deri në 5.000 vjet. Duhet të shuhen si racë dhe të rrinë gjallë. Shumë koptallazve ne. Që është problemi tek shqiptarët. Se sa është punuar me shqiptarët? A është punuar me dëshirë dhe vullnet e shqiptarët? Po kush do apo është ndikuar jam duhet vi dikush tjetër të punoj për ne. Jo, po them për ne duhet punojmë. Pikërisht po politika tona mendoj që nuk kanë qenë. Nuk jam dakord këtu, më fal që ndërpres. Shlirja nga politika. Mora vesh. Politika fillon politika tash të vjen të më mësojmë si ta mësoj unë fëmijën të urinoj në borë, në rrugë apo në tualet. Janë gjëra bazike, shlirja ka. Një sekond. Je ignorant si prind. Okej? Ti je ignorant. Po janë shumë, nuk janë vetëm unë. Jo, prit pak. Ti je ignorant si prind dhe kaq di, kaq bën dhe kaq bën me fëmijën. Atëherë ti fëmijën tënde e sjell ke një institucion shtetëror që është shkollë. Dhe unë kam për detyrë që këtë shkollë t'i jap një dije bazike. Ai fëmia ishte në moshë shkolle, ishte 3 vjeç, s'ka shkuar akoma në shkollë. Po dakord. Edhe në rast se ti e formon që 3 vjeç, do të dal tek mentaliteti. Dhe ti kur e fut në institucionin shkollë, presupozohet që ti
ti mësosh baziket në mënyrë të përsosur këtij fëmije, edukatën qytetare që sot nuk e di ka humbur respekti total për më të rriturit, po presupozohet që institucioni shkollë këtu ndikon politika. Tek shkolla në formimin e fëmijës, jo vetëm të shkolluar, po ta formosh fëmijën që ta bësh njeri. Këtu mendoj që ndikon politika. Shkolla ndikon e bën Dhe politikat, sidomos në vendet europiane, për shembull, se po dalin nga konteksti, që kanë dalë me këto gjinit që janë komplet jashtë detajit. është tjetër tema, jo Është do tjetër temë. trajtojmë Dhe po them që jo, çfarë do të them ishte që është ke mentaliteti dhe duke, për shembull, edhe atë europiani që është europian, duke i futur këto politikat e reja në kokë, po çakordojnë brezat. Kjo ishte ideja që kam unë, mentaliteti. Do të thënë, a është vullneti dhe dëshira për ta bërë mirë gjë në Jam vendin tonë? dakord ka ajo pjesë. Apo janë Por- politika dhe teorira se si ta bëjmë skllavëruar një popull duke qenë ignorant dhe ta dominosh? Nuk kupton se çfarë them? Jam dakord ka ajo pjesë. Institucionet, politika, shkolla bëjan në vetë. Por maron shkollën ai, jo më se ndodhi si rastësi e çuditshme para se trajtonim këtë temë, jo më larg se para një jave, shoh dy gjyshër me mbesën e vet, po kalonin në rrugë dhe i mësonin. Nuk është se është ndonjë gjë shumë kështu për të theksuar. Krenari për budalliqen jemi të parë. Jo krenari, dëgjohet Do e këtë keq bëra. dëgjohet çfarë dua të them. I mësonin fëmijën, i thoshin thuaj të keqen gjyshi, qenë birqeni. Po pra, Se po kalonte një qenë. Edhe po i mësonte një terminologji qenë birqeni. Ndërkohë ajo sa kishte ardhur nga shkolla ose nga kopshi, që presupozohet ka mësuar edhe kundra pesh vjen familja dhe i thot thuaj ti qenë birqeni. Aq më tepër Kjo është femër. mentaliteti që përmenda unë që parë. Është mentaliteti. Mentaliteti ndërton fëmijën, fëmija ndërtohet, rritet, zhvillohet, bën fëmijën tjetër, zhvillohet, rritet, bën fëmijën tjetër, janë tre breza që duhet Unë kam arrit dëshirë dhe punë që të realizosh një brez të shëndetshëm. Kam arrit një konkluzion që fëmijës duhet milo me gjyshit më fare. Do të thonë, pse? Skena tipike që shoh. Gjyshër që marrin fëmijët nga përdore, vend që të kalojnë ke vizat e bardha, kalojnë mes shkurrave. Kjo është mas kudo, shif ku dush. Po pe pleq me fëmijë në dorë, do i shohësh duke kaluar Jo më të gjithë gjyshët, se ata mundohen bëjnë maksimum. Mbi 90%. Shumica Mbi ashtu. 90%. E pleqve, e gjyshërve i marrin fëmijët, unë po them edhe prindrit, po them gjyshit. Në këtë rast, i marrin fëmijët edhe i kalojnë vene frikshme ku fëmia do e mësoj, do krijohet ajo kultura, edhe fëmia nesër mas nesër do kaloj se nuk e ka këshillu kush, ai mund të jetë shumë i mirë, po nuk e ka të qartë, domethënë se sa ka menuar në erë, kalon instinktivisht aty edhe e kap edhe makinën në erë. E fluturon në ajër. Kush e ka fajin këtu? Fëmia? Jo. E ka fajin ai që e ka kaluar. Fëmia është Ai që e ka kaluar 10 vjet rresht aty, domethënë. fëmia është gjithmonë. Pasojë është pasojë. Rezultati i edukimit. Fëmia është rezultati i edukimit. Kalojnë me semafor të kuq. E presin kryqëzimin tërthorazi. Jo në viza, po tërthorazi, është kryqëzim, Që ti shkurtoj rrugën. është plus kryqëzimi aty, e presin shumë me fëmijën për dorë, domethënë. Shkurtoj rrugën e një. E kalojnë edhe fëmijën para. Kalojnë ke shkurrat, hedhin fëmijën një herë, pastaj futen E vetë. bëj sakrificë fëmijë. Domethënë, kjo është në mas. Domethënë, ai që e mëson kështu, e mëson ke shtëpi edhe me lloj-lloj fjalësh, e mëson ke shtëpi edhe sa që kulturë ka ai gjyshi. Dalim te kultura. Ke kultura, bro. Mentaliteti. Korsia e vrapit, bicikletave, lëmshi që bëhet nga do. Prap mendoj që nga trafiku fillon prap problematika e kësaj situate. Këtu s'jam Jo, dakord. s'jam dakord asoj. Prit. Ty nga flokët. Pas më bëni pas mua. Për shembull, tek rruga që kam unë tek ta gjajme që është dhe rruga e bicikletave, nga trafiku i madh për shembull që ka, dhe mungesa e parkimit, detyrojnë parkojnë në hapësirat e korsin e bicikletës dhe ndodh bllokimi i ciklistëve se po e marrin. Po mirë, Po, për po, dorës po. bicikletave. Për dorës bicikletave. Dhe mendoj që nga Po, është kompleks problemi. por e para mendoj që vjen nga mungesa e parkimit tjerë. Nga se dikush ka një problem, një hall që do ta zgjidhë dhe nuk shef opsion të dytë, nuk gjen dot një parkim privat dhe duke parë të vetme mundësi te kursia e bicikletave,
Nese këto hynë edhe fenomenet e tipit, hajde bëjmë 200 metra me makinë sa du me pi kafe. E ke nja 40% trafikut e ke artificial komplet. Po komplet. analizoj tek ignoranca që janë ignorant për këtë pjesën e makinës për 200 metra. Se mund të jetë shinkomi bëhet e mirë. Me makinë për dua pelogje. që për dikë që ka hall, e marr në kontekstin e dikujt që ka një problem Shumë pak real. pakica. Dhe ajo pakic që është prapë ai është nevojtar që ka nevojë për një vend parkimi dhe detyrohet që të parkohet në korsinë e bicikletave për të zgjidhur një problem. Dhe bëhet problem për përdoruesit e bicikletave. Që tek rruga e korsive, domethënë tek rruga e bicikletave që shiten bicikleta tek pazari, atje është skandal fare. Atje bllokohet që nga fillim deri në fund, ato e përdorin edhe për biznes atje, që den makinat si kamionçina atje. Shpejt të ngarkojmë, se edhe ato s'kan ku t'i lënë makinat. Por kjo nuk do të thotë që bllokohet gjithë korsitë e bicikletave. Për një përdorues biciklete, se i bie që ai të devijojë nga rruga, bëhet burim aksidenti pastaj. Kemi problematik trafiku e vështirësi që fole ti. Po të liçeni, të parku, Ajo pastaj që korsit janë të ndara. Pa shku ke liçeni, ti ke fenomen që i korsitë e bicikletave i ke bosh, edhe bicikleta është të mbruk makinave, një. Kjo është edhe arsye pse monopadet janë bo edhe aq problem tu, se monopadi duhet kategorizohet si bicikletë, më thonë edhe duhet limitohet deri 25 km o më shumë, se ajo është pajisje e cila është komplet jashtë parametrave, do më thonë ajo nuk duhet të ekzistojë si shpike rreth parë. Ai monopadi është i rrezikshëm. Geri do e pres këtë pjesë? Është i rrezikshëm monopadi. Nuk po diskutoj për bicikleta elektrike as për skuter elektrik, po diskutoj vetëm për monopade, skuterat që janë me 2 goma. Je gjithmonë me gravitet lartë, çfarë lloj frenet bësh, çfarë lloj gjëje do shkosh me trup para. Në fakt që do ndërpres, çdo person që njoh që është përdorues monopadi ka pasur të paktën një aksident me monopad. Geri, ke pasur? Po janë edhe aksidente absurde, janë aksidente që mund t'i shmangshme me çfarë lloj pajisje tjetër. Të gjithë personat që njoh kanë pasur një shoku im ka thyrë krahun, një tjetër u gjarkos komplet nga dora deri tek bryli, që e mori inercia 4-5 metra, se duket sikur zgjet punë, por në momentin që kalon mbi 20 km/h, ajo je në ajër komplet. komplet. Ke fara mo. Lërë pastaj që janë ca monopade që shkojnë deri 80 km/h. Ato janë frikshëm fare ato. Kështu që ato duhen bë me ligj që s'ke pse i bllokon të gjithëve. Ose hiq monopadet nga qarkullimi, nuk lejohen me ligj se janë shkencërisht lamsh, nuk funksionon ajo ka gravitetin lart, rrota ka diametër. Mund t'i kufizosh shpejtësinë. Shiko, është i njëjti Po i hakojnë është një fenomen ke skuterat. I hakojnë shpejtësit. I hakojnë, po, edhe elektromotori ndryshon, se elektromotori është me në gomë, është një fenomen ke skuterat, para shumë viteve kanë pas dalë skuterat me gaz. Po. Pa marshe. Problemi i skuterave ka qenë që u batoshin. Rrëzoheshin se është diametri gomës i vogël edhe hyn ligjet e fizikës në fuqi, edhe ti nuk mund të qëndrosh si që qëndron me motor të madh ose me bicikletë, edhe se ka gomën e hollë bicikleta, ka diametër goma. Graviteti është më lart nga toka edhe është më e gjerë. Këto skuterat ç'a bën? Për me shmang këtë fenomenin, domethënë e batimeve të tërëzimeve, ja bën formën e gomës, pavarësisht se diametri i vogël, skuterat me gaz, po flas me benzinë. Ja bën formën e gomës si të motorave sportiv, pra me i far harku, që kur ti të batohesh të kesh i far qëndrueshmëri mbi tokë. Megjithatë, edhe kjo nuk e eliminon problematikën që kanë skuterat, se kanë pas vetë. Që ti kur ti je duke marrë një kthes me pak më shumë shpejtësi apo dikush pret rrugën, ti mos të rrshkasësh edhe të hikësh, nuk është njësoj si me motorat e mëdha. Po. Biles edhe këto papaqt, që është ky emri kështu grek, si i bi cab, është si kategori quhet cab, ato motorat e picave që kena mësuar më pa. Ato kanë diametër më të madh gome dhe kanë më pak të rrezikshme, më pak problematikën e rrshkitjeve në sesa. Motoristat e këtyre po janë flak fare, ecin shumë keq. Po ecin shumë keq. Tashi kur ke skuterat nuk funksionon sepse goma është e vogël. Imagjino ke monopadi që është goma kaq. Aty s'ke as brum ku mu kap. Domethënë çfarë do lloj frenash ti vesh ti asaj, është edhe problem se ato skuterat çka kanë bërë për me eliminu ato që të batimin para, kanë bërë frenimin vetëm ke goma mrapme. Tash ti ke frena vetëm mrapa aty. Kur ti të frenosh e një herë s'ka ku kapet, nuk mbledh dot, pa edhe po mblodh dhe ti fluturon. Ka lidhje. Edhe nga që je në këmbë, çfarë do lloj gjëje që të bësh se ka diametrin e vogël, nuk ka bazë, i biçi atë monopadin ta bësh kujon 3 metra, ta bësh 2 metra të gjatë, ai jep kush më tjetër ashtu, edhe ti hapësh në fund. Që kur të frenosh, do të thonë ta haj energjinë skuter jo ti. Çfarë do lloj frene ti të bësh?
Domethënë gjithmonë je me tru para, gjithmonë ke tendencë më urzu. Pra atë skuterin eliminoj, po edhe po se eliminove bëhet detyrueshëm ke kursia e biçikletave. Edhe bllokoha ato ti. I ke parë në autostradë ndonjëherë që bëjnë si pilot? E kam kuptuar sa i tmerrshëm është. E kam kuptuar sa problem është kur kam qenë makinë në rreth rrotullime apo vende dhe shfuti skuter bëhen lom gjithë rrin kështu s'din ç'a të bëjnë. Është aq problem është ai. Kjo ndodh shpesh në për kryqëzime që kalojnë mes për Biçikletat, një skuter e dy në rrugë me shpejtësi të lartë nuk duhen leju edhe pikë. Është kaq. Bota, do të thonë se këtu hyn edhe ajo që theti që ne s'kemi infrastrukturë. Bota ka infrastrukturë. Edhe në rrugë ndërurbane ka rrugë të dyta sansor. Qytetarë do t'japësh ti krijosh një kushtin. Ku lejohet ciklizmi. Edhe si më thon Tiranë, Durrës, bota ka një kursi të vogël të izoluar për ciklizëm. S'mund të futesh ti në makina ku ecin me 120-130 në orë, janë edhe ato që shkelin rregullat e qarkullimit ecin me 180-200. Çfarë do bëhet? Domethënë bicikleta aty është pengesë, është problem, është rrezik i papam. Rreth parë për atë se mund të thy stopin, po unë të marr qaftë mës. Domethënë makina është armë vdekje prurse, është armë e papame. Domethënë makinë vret këtë dush. Absolutisht. Edhe vetëm gërvish makinën, prish bojën, thy stopin, thy fenerin. Kurse ai që është në Ai që është motor në bicikletë në kam, ai e ha gjithë. Ai dëmtohet fare më është plur. Është dëmtim papam. Edhe me 20 mijë ati në orë, e thyn e bë, i merr edhe jetën. I merr edhe jetën. E kena pa këtu te vizat e bardha, e ka shkel, i ka marrë jetën. Pra rikthehem te parku i Tiranës te liçeni. Aty janë krijuar korsit e vrapit, e këmbësorëve që duan të ecën edhe ai është treguesi numër 1 i këtij fenomeni. Nëse do me studiu si fenomen, shko ke liçeni artificial i Tiranës, edhe ketë ndame kursinë e biçikletës, e cila është brenda në pyll, është kursia më e bukur fatikisht. Ke kursinë e këmbësorëve, shëtitoren, e cila është me kaldrem. Kaldrem, le të themi, është ka dizajnin e shu, po është beton. Ke edhe kursinë e vrapit, të cilën këto biçikletave e kanë komplet, e kujtojnë se është e tyre. Që ta dinë gjithë, e kanë muke Maloria ku ngjitesh për ke ajo shkolla që është e paligjshme për mendimin të duhet heq, po fenomen tjetër. Kjo është temë tjetër për të është mes liçenit ka zonë gjithë. Kemi aq shumë problematikë sa që vjen atë kap. Po e heqim aty, po ke Maloria nga krahu tjetër, ke tabelat. Bicikleta, këmbësor, edhe vrapi. Më thon krah. Te kursia e këmbësorëve edhe e vrapit ke minimumi bicikleta. Po ke karrocë me çan ato që thotë shoku im Coco Jumbo, çan ato Coco Bobo, çan ato idiotcinat kineze, domethënë me goma trasha, motor elektrik, skuter elektrik me goma të mëdha. Po, e di po. Futen ato me shpejtësi të mëdha, futen monopade, po me shpejtësi të mëdha nuk janë as bicikleta. Edhe fenomeni më i keq që më vjen keq, domethënë shumë janë prind me fëmijë me karrocë që futen me bicikleta, edhe i mësojnë fëmijët me hy aty. Më thonë, po në masë më... Sepse në vetdijen e tyre... është korsi për këmbësorë e vrapit. Sepse në vetdijen e tyre është mbrapsht. Janë negativ, sepse shumica aty ne kanë shumë qartë. Po pra, po duhet ta ndaj këtë që është negativ, që po me keqdashje, apo është ignorancë? Shumica e negativ, sepse kapen edhe shprehin debat e sipër. Janë dy fenomena. Pastaj, mos lejmë pa përmend këmbësorët që futen ke kursia bicikletave ande. Më thonë, rrezikshmëria është shumë e lartë që kur shko vetë dhe futesh ke kursia bicikletave, sa ti ke edhe monopadet pastaj. Po. Këto herë, këto Coco Jumbot, këto Coco Bobot, to s'duhen leju fakt të motorë, ty ne duhet me blloku direkt, domethënë, është shumë e thjeshtë. Bëja një muj. Thjesht është elektrika ai dhe. Është shumë e thjeshtë me vu rregull më. Një muj shko me i furgon elektrik, që hyn patrullat e policisë hyn ke liçeni, janë makina elektrike, me dash me bo ligj, me vu rregull, është shumë e thjeshtë. Një javë, azimuj, sekuestro gjithë këto Coco Jumbot, gjitha, ato janë për sekuestrim total, aty ai ta harroi, le ta ketë billë 10.000 euro gjon, ai ta harroi atë makineri. Momenti që i futet në kursi në këmbësore me bicikletë sa ecën me 80 në orë. Po. E kena pa më flak fare. Minimumi 50 në orë i kam pa unë duke kaluar aty, domethënë ai është aq i madh sa ai bë dëm masiv. Nuk është si me çken me bicikletë aty. Me që rrallave bicikleta bo me tra, gjyshen time i ka thy krahun në 3 vene, me bicikletë ka qenë që e ka shkel. Domethënë thy edhe çpu gul telat e bicikletës dal nga krahu tjetër, s'du me bë kështu skena grafike, domethënë, po e ka dëmtu të merr. Domethënë që i ka ra me bicikletë. Imagjino me drama dëgjon. Është si me shkel në motor. Po, absolutisht. Ka shumë pesh. Thjesht është elektrik. Bllokoja direkt mjetin, domethënë në moment që futet. Fut
policë këmsor, Po një Ne, që por ka Duket se ne- tek liçeni sikur janë këto policët bashkiake. E ka- janë po, e këfar, ka me bërë një kam Alban. kam debatu me Janë ata, edhe nuk kam këto me çaj bëj. bicikleta, Po. më duket. Nuk kam çaj bëj, me çfarë do i bëj ai polici kur ai nuk ka një plan pune. Absolutisht. Ai duhet të ketë një plan pune. Fillohet nga koka. Mo të betohem e heqin nga puna. Mo. Ai po dalit bëj superheroin, policia të thotë, unë do bëj detyrën për cilat jam paguam, atë heqin nga puna. Aq keq është shteti jon, aq keq janë institucionet tona, sa e heqin nga puna, po zbatoj punën. Me Gjerallafi, ke zbatimi i punës, ke operacionale kanë pas shokët e mi, kur kanë shku në Elbasan, kanë pa plantacion me hashash me drogë, po kanë qenë 3 në punë, 2 vetë, e kanë bërë proces verbal, kena pa plantacion, e kanë heqë nga puna. Pse ti i hoqe ato? Po është drogë, por jo, po ke heqë tonët. Kështu është me Gjerallafi shteti jonë. Pa mirë se ajo Të është janë tonë, aty janë të aty, no. Ai polici se po dolim jashtë temës, domethënë, po ato policë e kena diskutuar, kanë thonë, "Ore, kjo është fenomen shumë i keq, pse nuk bëni diçka, s'kam çaj bëjmë tha." Jo, po ai policia është. Maksimumi tha mund t'i flas sa se nuk kemi plan pune tha. Ne nuk kemi një urdhër që kjo gjë duhet bë. Polici e merr fuqinë nga ligji. Po nuk është ligji. Ligji sa është, por nuk zbatohet. nga zbatimi. Po. Mirë pra, pastaj shteti është të suport. Masa ne policia bashkiake theti. Ama në burg ku e kena kryetarin e bashkisë. Nëse tash se dolëm te këto. Po ju fullëm asaj Aman teme. plak. Ore, mua më bë përshtypje se di aju bezdis ky fenomeni. Video call me zë të lartë në për kafe, edhe i kenë tavolina në gjithë. Po është trendi i ri. Po pse thu video call me zë në tavolinë më? TikTok me zë të lartë në kafe. Po është le, e ardhmja. po Është edhe qeshmja, ato qeshmet ato. edhe TikTok po, standardet është edhe e kjo, TikTokut, duket mo. sikur gjithë fisin e personit që shul në kafe e kam tavolinë. Mirë, Me i jo. zë super të lartë. Është a zërin e lartë neve e keni të trashëguar në shqiptarë. Mendoj se është një problem shumë i madh ky se tash ti je në ambiente publike. Në ambient publik, Dakord, po në flasim. orareve të caktuara, ajo Kulturë. për mendimin tim ajo duhet të jetë politik e biznesit. Do të thonë, ka biznese të cilat mund mos ta lejojnë, thotë shiko, unë thotë kam krijuar një Nuk e ambient. besoj që mund të ketë biznes që mund ta taloj dikë që të flasë Jo, video call. e kam fjalën që mund të Sepse ai do që E. klienti vet ti sa ti ofroj sa të shumë. Jo, mvaret, ka jashtë Këtu- nuk lejo kush. Këtu me Po jo, Ose edhe ke restorante këtu nuk mund ta bësh. Më bezdis Ka aq mund më shok njëherë. që nuk ta lejojnë. Kanë biznese, Arra për shembull me Shef Metin nuk ta lejo me bëj gjë të tillë. Mos i bëj Po. reklam Metit se s'ka ardhur akoma në intervistë. E mbyllim me Po, kaq, jo, vazhdojmë do të tjetër. thosh, Nëse do kam të një thosh, shok që ka i biznes, i cili do vi, milës do jetë pjesë e një podcasti, dash zoti, edhe ai nuk ta lejon që ti të ulesh në restorantin e tij dhe të bësh shu gallata me video call, mund të rish në grupit. Mund të jetë individi caktuar se zakonisht në Jo, biznesa- dakord, restoranti është çik më ndryshe, po Restorant ka. jo, po në për kafe Po, po. është çështje kulture kjo sepse Nëse duhet ne ndërgjegjësojmë Po. sepse jemi për shembull ndodhje, pi kafe, doja të qetësinë Që në tënde e ke momentin- me i zë aq të lartë. që në momentin që ti ngrin volumin, që në momentin që ti del nga liria jote dhe ke prekur të tjetrit, që në këtë moment Kjo je fishik zjarë që diskutuam deri tash, ti ke dal nga kultura. kjo është gjë e vogël pastaj, Momentin treguesi që i ti vogël. prek lirinë e tjetrit, që është Me që themelore dhe themi në bazike, video call në për kafe ka një muzikë të tmerrshme Ja që ke gjuhë muzikën që vetë në kafe pas zotën, se do Po jo, me po, të fal, dukesh fenomen. kur po thot Lorena për këtë video call e kam parasysh ca individ që marrin atë dhe bërtasin, Po pra po, sidomos vërtasin, gratë kjo më njerëz, shqetëson mua, që jo vërtet atë që atje- flasin normal. që dëgjonin atë përgjigjen nga aty Po, video po. call atje që u lëre, Pylli teze, se kështu gjëra. edhe video calli është që vazhdon e s'di të pushoj. Po, ha, Edhe- mirë. Po nuk është mund ta konsiderosh të për shembull problem Po ulemi nuk këto tjera ta siguroj që ajo do riki. E problem di, të e di lartë. pse e kam vënë re nga që përsëritet shumë, edhe përveç se në kafe e kam masur edhe në vendet e shërbimit. Shkon për shembull në exchange ose ku dëgjon në një market ku do të blesh, nuk të kushton vëmendje ty si klient shitsi, po vazhdon aty video call muhabet edhe Apo shpesh ngatrohem, nuk e marr vesh as duke folur me personin në telefon apo po flet me mua. Po, po. këtu hym ka ajo mungesa ekstreme e kulturës në përgjithësi. Te kultura prap e prek të çështë. Ne e dim që veni on vun shumë për Unë për e ceka pak më parë që duhet shumë punë në mentalitet, po nuk u ndryshu mentaliteti që të ndryshohet kultura. Imagjino burr. Vin muhabeti kështu standard i persona që dalin jashtë. Kishe ligje atje, hodha cigaren, ken futi gjob një 400 euro, parkova i ditu, te i ven aty në Belgjik isha unë parkova, thot,
Ken futi gjop, tha, po si e pan, si e kishin ashtu, do më thonë, gjonat normale, ligjet normale, rregulla qytetarie normale, i qyjnë kështu mos si evenimente. Do më thonë, i bo përshtypje sikur qash, do më thonë, sikur, edhe na thojnë mua Lorenës ti, ju jetoni jashtë, kushte disa vite keni jetu jashtë, se ju keni shumë standard lartë qytetarie. Jo më vllai. Kena shku, pas herës kena jetu, do më thonë, edhe këtë standard e kena fitu duke jetu në kaos. Do thonë, është thjesht do apo s'do t'jesh, do më thonë, bësh njëri apo s'do t'jesh një. Mundësitë janë të barabarta për gjithë. Kush thot që mundësitë nuk janë të barabarta, nuk e ditë kalumen tim atëherë, ku kam jetuar si kam jetuar. Nuk të detyron askush që ti të bësh i keq, të bësh i lig, të bësh smirush, nuk të detyron njëri. Ja. Absolutisht është zgjedhje personale me vetëdije. Po ti e ki pa, për shembull, atë ka bë përshtypje një se di sa ndjek, po është kjo faqja jeta o shef. Po. Edhe hidhet eveniment, hidhet një ndodhi. Ndodhia është me drejta, do më thonë një person që filmon një ngjarje negative, persona negativ. Shkele ligji. Komentet poshtë, spiun. Po. Po në mas, spiun, s'keme që më marë, spiun, fuks. E kam diskutuar para disa ditësh. Ishte një fenomen që kishte hetur njëherë jeta o shqef për një djalë që po grabiste dyqane. është bo problema e, ligji. Dhe të shikosh komentet. E kanë marrë vesh gjithë atë edhe pra. Komentet janë pjesa shqetësuese. Unë zakonisht i lexoj komentet për të parë Unë si lexoj edhe jam më i i lexoj për të parë se si mendon shoqëria. Formë studimi. Po, e kuptoj. Mendoj që jemi Shumë larg. në nivel katastrofik. Keq fara për zotin. Nuk thoshte dikush që ora merrni idealin, riedukoheni, nuk duhet vini. Ka nevojë për nim. Hiqen nga e familje. Komentet ishin në masivitet, Hedhin vetëm ose i vrerë. shkatët, ose jo. E mbronin. Mbronin vjedhjen. Mbronin dikush djalin tjetër, ose dikush tjetër kapin një është thyen i komët të dëgjon. Dikush tjetër është dëmtuar nga veprimi atit. Por më i rënd akoma është fenomeni që duhet që suportohet. E keq. Ai ka nevojë që të Mbrohet e ndihmohet. keq apo. Ti bëhet që të kuptojë që vjedhja është dënimi më i rënd. Gjëja më e rëndë dhe meriton dënimin më të rënd. Jo ti thua ti për suport, o që ka i shkallët. Si që ka i shkallët, ai po vjedh. Vjedhja është Po, ti je masara gjesti e më i rëndë shkafës. i shoqërisë. Kjo termi shkatësi, Të prekësh pasurinë e tjetrit është gjëja më e rëndë e shoqërisë. Cënimi i pasurisë tjetrit është kapitullim shoqërie. ky termi shkatësi përdoret shumë në shoqërinë tonë. Gjithmonë edhe kur edukohen fëmijët ose brezat që janë, duhet jesh i shkathët e Je i tonë. shkathët kur mëson. Ti je elastik. Shkathët Jesh i elastik shkathët. nën kuptojnë Po. që Ti je masara. bëj korrupsion, kompromis. bëj vjedhje, Sepse bëj shkathësinë e kanë drejtuar e kanë kanalizuar gabimisht. Shkallësi je ti kesh në shkollë dhe dalësh shqiptari atje. Shkallësia është që ti të bësh i gjë të mirë për Ti je i aftë veten profesionalist. tënde, për familjen tënde, për vendin tënd. Kjo është shkallësi. Shkallësi se dëmton tjetrin ti se vjedh tjetrin. Kjo është Se merresh me Kjo është drogë i limiti i shkallët. ignorancës. Lëre pastaj mos kalojmë tek pjesa Jo, unë kriminaliste. kam dash me diskutu shumë atë pjesën, domethënë që Por- puna e ligjit edhe që se kjo Jo, është pjesë se e ka kësaj. që hape komentet atje, po të shikoj komentet domethënë është e tmerrshme. Atje shikon që ti ke një degenerim mental. Degenerim mental. Një lloj logjike që të vjen, nuk e di, është e frikshme. Edhe ti, ai fëmijë që po vjedh, ai është pasoja. Shkaktari është shoqëria. A që më keq kur i thua bravo që Ai po është pasoja. Një shoqëri e shëndetshme e ndihmon dhe nuk e suporton. Në favor, domethënë, në të njëjtën anë, fenomeni i vjedhjes portafolave hidhet shumë jeta o shef, po edhe i gjetjes. Për shembull, rasti në fjalë është jo ta vjedhësh drejt për drejt, po raste ku dikujt i bie portafolja dhe marrin ato që janë mrapa dhe ky thot lutem kthe portafolin. Kam kartën identitetit, domethënë me dash me bë mirë, me dash me e bë. Ke kartën identitetit brenda edhe numra telefoni, domethënë. Ku vetëm nëpërmjet kartës mund ta çosh policiet të thush ore ka ra këtij personi me këtë kartë identiteti, portafoli. Po e marrin e fusin në xhep. Bravo i qoftë me komentet. Pse e nxjerrën në bravo i qoftë? Ai e gjeti, nuk e vovi. Po. Kjo është standard. Ai gjeti, nuk e vovi. Mua më ka bërë Ai është komplet për mendimin tim, një person që i bën një xhest tillë është hajdut. Ka absolutisht. tiparet 100% hajdutit.
Ai Në ta momentin- vjedh, si jam ma e gjeti. Kalojmë prapë te patriotizmi. Në momentin që ti e gjen, nuk është e jotja. Në momentin që ti e gjen dhe ka një kartë identiteti, ka një person fizik ajo, ka një zot ajo kulet. Ç'është kjo e gjeta e futa unë në xhep. Ktu dallohet se sa patrioti sa e do vendin tënd ti. Ti ja kthesh kuletën zotit. Më ka bërë përshtypje, më ka mbetur në mendje, kam qenë duke shkuar në një retreat një herë dhe kam ndaluar tek joti. Që pijet kafe tek joti. Nuk e di pse kisha marrë një lloj pagesa, nuk e di pse kisha, po kisha në çantë 1.900.000 lekë Vjetra? të vjetra. Dhe po shkoja në një retreat, domethënë ato se di se si nuk i kisha heq lekët, se i kisha marrë një ditë më parë, i kisha futur në çantë dhe më kishin ngelur atje. Unë dal nga joti në një kënd atje, që kisha qenë lash çantën aty, edhe shkova në furgon. Edhe në një moment tashi, gjithë futën në furgon që do vazhdonim udhëtimin, dhe vjen një djalë, më ka bërë shumë përshtypje. Tha, kam gjetur këtë çantën, tha. Një Enea, tha, e kishte hap çantën, kishte parë, kishte gjetë që ishte imja. Tha, kush e ka këtë çantën? Domethënë, kush është Enea që e ka këtë çantën këtu? Është Enea këtu, po pyeste. Po i thash unë, ku e ke çantën, tha? Shof unë s'kisha çantën. Ma tregon kjo është çanta aty. Ngela. Thanë ato shoqëria ime, oke, se ja japim neve. Jo, tha, di vet, tha. Di vet ta kontrolloj, tha. Domethënë, ai e kishte marrë, e kishte hap, kishte pa gjithë ato lekë që ishin atje. Edhe domethënë se nuk cënoi asgjë. Domethënë, okay. Madje jo vetëm synoj, po do të më bota Ta mos dorëzonte personalisht. personi që ka Ishte një xhest, Po ka Që unë dhe njerëz të tillë. absolutisht ky është xhesti. Unë mendoj që ky është xhesti i shqiptarit vërtet. Ai është shqiptari i vërtet. A ky është shqiptari i Ky është vërtet? shqiptari i vërtet. Edhe domethënë absolutisht dhe unë i dhash në Njeriu i mirë. i ktheva një gjë Një si shpërblim, falënderim po. se ishin 1.900.000 që unë i kisha humbur. 190.000 lekë. Sa do të diskutojmë Po, me këtë temë. Po, 190.000 lekë. Zero Po ka. doja, domethënë konkluzoni i gjithë kësaj ishte që ky është shqiptari i vërtet, që çon gjë tek i Zoti. Ne nuk duhet të surprizohemi apo ta bitemi kur bën dikush një gest të tillë. Jo, jo, ajo është gjë bazike. Duhet ta bëj çdo kush. Sot i ndodh dikujt, nesër të ndodh ty. Po ta ço Zoti, po tu nuk besojnë Zot. Domethënë momentin që këto veprojnë edhe marrin edhe portafol, Zoti do ta bëjë jetën në një mënyrë tillë që ti psosh fatkeqësi edhe ti shpenzosh 2 fish ato lekë. Gjëja e tjetrit nuk bëhet kur tëndja. Absolutisht. Në mënyrë absolute. Më ndodhi në lidhje me Madje se du me thonë edhe i gjë. Gjithë to komentuesit që thonë ai e gjeti, nuk e vodhi janë po aq hajdut. Kanë të njëjtin karakter, janë po njëjtë lloj kategori njeriu. Ta sqarojmë këtë pjesë domethënë se Momenti që suporton, po. me psikologji këto persona demaskohen direkt. në lidhje me këtë gjetjen e portofolave, më ndodhi para 2 ditëve. Shoh që bie një portofol nga dikush që ishte pranë një biçiklete edhe e ndjek me vrap. Largohet ai personi e ndjek me vrap që zotria ka rënë portofoli. Nuk e mora portofolin, faktikisht shkova me vrap se ishte diku te 3 metra u largua. Që ta thrisja që të rase, mendova se mos parkoj biçikletën aty. Edhe i them, mos tra portofoli aty ku ke lidhur biçikletën. Jo, tha se e pash unë atë, tha, nuk është i imi, kishte rënë dikujt tjetër. Por në rast se kishte lek, tha, e peti, tha, merrem, tha mua, pse se merr, tha, po të kishte lek. Po unë e pash që s'kishte lek. Do të thonë, kjo kujtoi si ra portofoli, po fatikisht e kishte kap përpara, e kishte pa gjithçka lek, edhe e kishte hedh. Edhe kjo kujtoi si garanti. Po prisja. Ndodhi para 2 ditëve, ja. Po prisja. Po prisja gjë tjetër komplet, po më surprizoi Po. Xhaxhi. Jo, ai gjatë thoshte e pashun po, mbasi s'ma ka kap syri mirë. Po, në rast se Ose kishte gjete lek, gjoti s'kishte merr. merr tim, tha mua. Tum telefoni. Xhaxhi po bënte ironi këtu se Xhaxhi e ka kontrolluar që s'ka lekë dhe Po, ka po. hedh prap. Po unë mendova që ishte e Xhaxhit edhe Edhe unë shumë mendova nga Po prisja, zhurma, po nga që prisja- ishte afër po biçikletës. prisja ndoj dëgjova falënderim zhurmë nga që- Xhaxhi. Po, Nuk prisja nga Xhaxhi. po, ishte një nxitje që merre në rast se ka lek. Xhaxhi pas ka qenë. Po sa herë na kanë ardhur në dyqan për shkak se nuk është portofoli, po telefona, po laptop. Sa herë na vin kështu kam këtë laptopin për çit. Do të thonë du të shes këtë laptopin. Ai i thon kartë identiteti ke kështu, ne s'blem përdor, gjithsesi. Po dallohen janë vjedhur. Po. Do të thonë edhe fenomeni, pse hajdut janë të dy palë, për shkak 90% e dyqaneve të elektronikës në Tiranë Ne mbajnë se s'do bëjmë. produkte të vjedhme. Jo, është fenomen, pse s'do bëjmë? Është fenomen.
Edhe çano. Tregoj një histori Hajduti vjedh sepse ja blen tjetri. Domethënë ka treg pune. Qofse unë e vjedh, e ti ma blen, atëherë më fryn që unë të vjedh prap. Domethënë më mirë stimul. Absolutisht ajo është. Tashi, hajdut janë që të dy palët. Duhet theksu, është si puna e tij komentuesit në Jeta o shef që thot ai nuk e vodhi, po e gjeti që është po aq hajdut, domethënë. Ai që e blen produktin e vjedh është hajdut një lloj si hajduti që e vodhi e ta shiti ty. Domethënë është simbiozë. Absolutisht. Njëri është hajdut pasiv, bile tjetri është hajdut agresiv. Ky që e merr ky dyqanit, ky është akoma më i keq akoma. Po, ky është ky e karikon gjithkohës që të vjedhi këtë. Ky është tutori. Është tutori. Është tutori. Është tutori. Por një rast që më ka ndodhur për shembull me disa miq të mi të Kosovës, po marrin mua, më shkruajnë në telefon dhe më thonë, "Ore, filan dyqan, di që ku ndodhen ty?" Po më thashun, "Shafër shtëpisë time", thash, "Ja ju tregojon." Thonë, "Po mirë, mund të na çosh pak atje?" Por thashun patjetër. Kishin gjetë lokacione nga këto dyqanet jo legjitime. Edhe thashun, si është si teoria, thashun, edhe njëri nga këtyre çunave e kishin gjetur biçikletën në Kosovë dhe ky kishte hulumtu ku ka dyqane biçikletash që shesin biçikletat për dora gjëra të tilla. Edhe kishte gjetur biçikletën e vet që u vot në Kosovë te ky dyqani. Edhe historia ndodhi që ky i vajti personit në fjalë pronarit të dyqanit dhe i tha, "Unë kam faturë për këtë biçikletë, këtë biçikletë e vjetër, ose ma jep biçikletën ose direkt marr policinë tani në telefon." I kishte të gjitha me serial me të gjitha. U detyru që t'ja jepte direkt biçikletën edhe tha, "Vetëm largohu lutem." I ishte kërthon ai person. Po, dhe këtu tregu i biçikletave të vjedhme është masiv. Që do të thotë tutori i këtyre ky është problemi. Këta s'duhen dalë, këto duhen kapur të parët. Sepse këta që shesin në një farë mënyrë i suportojnë që të vazhdojnë vjedhja. Vjedhni se na keni ne. Na keni ne që i kërkes ofertë, kërkes ofertë. Këtu fillon që të duhet ndalet problemi te këta. Pastaj, sepse në momentin që ai bllokohet, që ai vjedh dhe s'ka ku ta çojë, mos e Ka përfitim. ai doja gjej diku tjetër se ai du do mbetet. Do ja gjej zgjidhjen. Po jo aq kur e ka një vend sigur që e di ku do po. E ka të shitur. Ore, sa ju shqetëson ky fenomeni, s'është ndonjë gjë kush e di po. Ky fenomeni kur të vje kamarieri në mes të kafes e thotë do ndroj turnin me plekët. E bezdishme. Ai është polit prap. Unë jam neutral ndaj kësaj, sepse mendoj që ai ka hallin e vet kamarieri. Jo, nuk ka dhe fajin kamarieri. Ka lidhje kamarieri. Kjo është si puna e saj e video callit. Është politikë e biznesit. Për mendimin tim, nëse më lejoni të shprehem, domethënë, është politikë që vendoset nga biznesi. Nëse unë hapi kafe. Biznes kafeterie. Domethënë, apo se zakonisht kjo ndodh në kafe, nuk ndodh në restorant. Po, në kafe. Në kafe është e përsëritur shumë herë, domethënë. Edhe arsyeja pse është problem është sepse ne si kemi kulturë, ne shqiptarët kemi natyrë dhe kulturë, po edhe jashtëzakonisht këto punët e bizneseve bëhen më shumë me stomak plot. Domethënë edhe janë ecin më mirë. Kështu po ne kemi çdo hall, bela, stres, domosdoshmëri, nevojë, biznes, e bëjmë kafe. Po dhe qef. Edhe qefi. Çfarë lloj gjë? Unë jam në një diskutim me ty. Në rreth një problemi edhe më falë si u shqetësoj, po desha pagesën të lutem, e di si të vje? Se mund të kesh edhe hall, të vje kështu ta shohësh, po iku burr, blerat. Nuk jemi nga kategoria e njerëzve, po mund të ndodhi. Si jemi e kam fjalën që nuk reagojmë, po kështu ndjeshmëri i kemi. Po që ide. Kjo është politikë e biznesit edhe është politikë e gabume. Vet pronarët e subjektit duhet vënë rregulla të tipit që, shiko, sepse ajo është vazhdimsi. Domethënë është turnet vazhdojnë edhe bakshishi në këtë rast qarkullon. Pra, nëse unë vej një politik që janë 2 kamarierë, një paradite, një masdite, ju lutem, mos kërkoni te klientët marrova turnin. Le ti marrë turnin tjetër, sepse edhe turni tjetër do bëj qarkullim e do e marrësh ti. Mendoj që është pak e padrejtë për atit. S'është pa drejt sepse është zinxhir, është e vazhdueshme. Bakshishi kjo ishte edhe çështje që jo duhet të bëj dorëzimin kamarieri, nuk kanë një sistem kështu. E di pse mendoj që është pak e padrejtë sepse kamarieri. Mua nuk më je problem kjo pjesa, nuk më shqetëson te kamarieri nëse kërkon pagesën. Vetëm u futa për kuriozitet, bëra një kërkim shpejt, a ekzistonte si fenomen në vendet e tjera. Po
Në Shqipëri më duket se ishte më shumë. Po. Jo, ideja është që ai kamarier për shembull do mbylli turnin dhe ty ta ka bërë shërbimin ai person. Edhe supozohet që për shërbimin që ka bërë ta marri Bakshishin. bakshishin po ai Se për atë person. punë bëhet, apo Po, jo? sepse ai Po sa mirë menaxhohet në restorant bakshishi, që nuk të vjet tjetri. Ne mirë, ajo është politik, pastaj se si e ndjek lokali, por në momentin që ai let pavarur kamarierit, Qap mua një është ide e pa për drejt që T'jap një ide. Pra ne e solla rastin e dy turneve. Në qoftë se unë të shërbej ty, jam kamarier dhe të shërbej Po. ty, është profesion i nderuar. po, Të shërbej ty, edhe jam i fundit, ti je i fundit, do të thonë do ndroj turnin tani. Unë e lej turnin, e merr kolegu im, kolegja, edhe e merr ajo bakshishin tënd. Momentin që ajo le turnin, po të njëjtën situatë, unë marr bakshishin e asaj apo ta ti. nuk kupton ku du jam me dal. dakord te kjo pjesë sepse çdo kush të marri hakun e vet them unë. Sepse ai ndoshta bakshishi i të parit i ka lënë 10 lekë për të them, kurse i dytit i ka lënë 40 Mirë, lekë. kjo s'është e matematikisht po. Mi më mirë, po A ke po them. parasysh? Mund të ndodhi edhe në sjelltas. Po mirë, më absolutisht. Mund dalësh edhe me s'ke- përfitum ndoshta Po, një nga. sekond, këtu po s'ke pse i hyn hak sepse dikush kamarieri i 1 për shembull mund punoj shumë më mirë dhe shumë më i përkushtuar se kamarieri i 2 dhe kamarieri i 2 i merr hakun. A, këtë se kisha menuar, po, Po, ekziston kjo. Vetëm këtë Po. mendoj. Po nuk është Se fenomen. mund të jenë edhe disa tavoline, se nuk është se është një Po tavolinë. mirë, Ka sa njerëz mirë të kamarieri përkushtuar mirë. dhe të tjera sa kanë këtë si politikë. Po Po mirë, kamarieri i mirë me kamarieri të keqen, as është problemi prap pronarit që nuk maj standard? Kjo është temë tjetër pastaj. Po s'është temë tjetër, është një temë që është mastu, s'ka standard fare, ke parë. Njerëzit, shikoj, njerëzit Lere janë të standardin, ndryshëm. po kjo është acaruese, të vjen kamarieri sa ulesh, sa mund të ulesh në një orar 5 minuta para se ndroj turnin, vjen direkt me jep lekët. Se do mbyll turnin. Është e sikletshme. Unë them që duhet me qenë më mendja hapur. Unë jam tolerant. E bezdisshme është, po besoj se nuk është aq Mua problem nuk sa më ndikon te kjo ta na pjesë. ndikojë aq fort, domethënë. Të zgjidhin në Në çështje ka të rregjë vëmenjen, unë jam shumë tolerant si person. Domethënë, jam shumë tolerant edhe nuk para i vere gjërat, domethënë. Po. Edhe kur, domethënë, kam të bëj edhe me persona që gënjen, e kuptoj që gënjen, ja lej mbar. Kupton? Nuk du me prish punë që ose s'është ne gënjesh, i trillime historish, apo isha unë një herë, ja isha më i fortë, këto mobi, ja lej mbar. Po. Po më ka të rregjë vëmenin, pa varësisht sa tolerant jam, më ka bë përshtypje, më ka të rregjë vëmenin jo për mirë. Më thëmë ka bezdis. Pra ne e kena diskutuar dhe pra ne e ka bë dhe Lorena tem se më ka bezdis shpesh kjo që në mes një diskutimi për shembull ose me vërtet kena qenë të diskutu një temë e rëndësie dhe ka qenë problem zgjidhje. Edhe ka ardhe du të mbyll turnin e ka prej aty dhe nuk jam një mirë, më kupton? Po besoj se Pastaj ti si ke shumë punë të mirë me kamarierë, sidomos në restorante. Po pse pa imi ishte edhe atëherë? Jo. Doli namin e shpellarit. Jam shpellar, Të po. dy keni të jeni në marrëdhënie me klient. Edhe normalisht edhe në marrëdhënie me këmbim lekësh. Si e shihni këtë fenomenin që shqiptari nuk bëhet që nga viti 1965 që është ndruar ky vlerësimi I lekut, themi 10 lek me 1 nga që kishte inflacion, edhe doli terminologjia lek të vjetra, lek të reja. Nonsens total. Pasojë e komunizmit. Jo, dakord, pasojë e saj, po justifikoj kështu. Se edhe unë vetë ashtu flas me të vjetra, por që e mira është flitet me tren, siç është. Siç duhet. Ne kemi pas problem biznes me këtë pjesë. Domethënë problem, kur them problem, problematik me vërtet. Do t'japi rast për shembull. Po ky rast mas, domethënë I përsërit mas, sa bën shërbimi bë 4000 lekë thoshëm. Maj 10 atë nxirte 1000 lekë. Ato 10000 lekë me të vjetra. So vllai thoshëm, vje keq, po është 4000 lekë, janë 4 tilli thoshëm. Edhe unë nxite. Domethënë ai nuk kishte qenë dakord për I shërbim till. Po, të kuptoj. Po trurin e tij domethënë ai ishte me idenë që unë flas shumë me të vjetra, më kupton? Unë flas edhe I them, unë e nxjerr lekun edhe I them, sa zero shef, si e numëron matematikisht këtë numër I them. Edhe ngel kështu. Ose rast HDMI-sh, janë to fishat HDMI. Sa bën thoshte 400 lekë. Bëj më 3 I kem. Bëj më një 5, e ke parasysh edhe nxirrte, e ke parasysh 200 lekë, 2000 lekë vjetra I them. Po të shih më vllai thoshte se mbodhe përshtypje. Si del kosto e prodhimit atij kabllit më burr. Domethënë, çfarë cilësi e pret nga kablli HDMI thosha unë, qose ai kabli bë 400 lekë vjetra me atë tëndën, e ke pra. Çat merri do ishte ai? Si e ke Si të del llogaria në kokë. Ktu është egoizmi I njeriu që mendon vetëm për veten direkt,
marri dhe të shpëtoj nga problemi. Domethënë, është problematik me vërtet kjo 13 vjetra. Edhe e shoh ndodh mas edhe është problem, Është që shteti fenomen që duhet aktual që të Edhe në imponohet institucionet ligj, financiare. institucionet duhet të imponojnë Vazhdon. formën e saktë të numërimit të lekëve, edhe të emërtimit. Ti e ke nëpër del ai dalin këto bigjozi televiziv, këto e diela ata që janë to me bigjoz kështu. Edhe del ai vllai thot 2 milion, 3 milion e ke parasysh, ora, i të fol 30.000 euro, 35.000 euro, i të fol vjetra, i të fol treja, domethënë një ignorancë ekstreme. Kjo është Nga persona që presupozohet ta Kjo është edhe pjesë që prapë mendoj që është ke mentaliteti që do kohë që do ndryshoj Unë mentaliteti. them 2 euro. Në 65 numëroj vitet Po, të po, kohë. një sekond. Dalin prapë ajo që thashun pak më parë që sa vullnet dhe dëshirë është dashur për ta ndryshuar këtë zero. Në momentin që ka vullnet dhe dëshirë zero, gjëra nuk ndryshon. Se ndron persistent. Unë edhe afati kohor në rast se ne kemi dëshirë dhe vullnet. E Absolutisht. shbon direkt më? Bile, kur ka dhe vullnet dhe dëshirë, dhe prap truri jo që është i programuar në një X mënyre, duhet minimumi 30 vjet që të ndryshoj gjëja. Është shumë e thjeshtë. Është truri, do të thonë ti duhet kultivosh dhe prap arrin apo se arrin atë që do për një kohë shumë gjatë. Jo mos kesh dhe vullnet dhe dëshirë për ndryshuar apo për bërë diçka tjetër. Më kujtohet një rast në raport me këtë. Është puna që këtu nuk punohet në asnjë lloj drejtimi për të bërë ndryshim, domethënë, edhe kam përshtypje se janë interesa politike, ku gjon, hym ke këtë teori konspirative, pastaj vrima leprit s'ka fund, pastaj nuk marrim deri nesër. Po, më kujtohet shoku im thoshte kur kam shkuar në Amerikë thotë para shumë vitesh thotë, ne po bëhet fjalë vitet 90 ca. Ma thënë, nuk kishte rregulla Shqipnia, veja rripin e sigurimit harroje herë rreth park. Vite polici thotë mos e veja ku ç't duhet, të vej gjo. Edhe kam pas shku në Amerikë edhe Sa kishin vitet po thoje? Në vitet se më falë. rreth 2000-shit, domethënë 99-ta, 2000-shi, Pas kafshërisë. zero fare, domethënë, jo, mund mes të kafshërisë, domethënë. Edhe kur shkova në Amerikë, çadullë emisioni që shifshin në televizor, tha, çadullë gjëja, tha, u priste emisioni, edhe dishin mesazhe sensibilizuese. Edhe një ndër to ishte për shembull që sa herë që hyp makinë thotë ve rripin. Thoshte veni rripin e sigurimit. Kujdes kjo, kujdes ajo, edhe unë, domethënë, nuk është se s'kisha patent, nuk është se jepsha makinë, si më thon. Atje, se s'kisha patent. Shoferllikun e kishte, patentën e kishte marrë. Ajo reklam të ta kultivon tru. Momentin e parë tha që nxorra patentën, bona vetëm i testa. Kur shkova thanë ato, ke eksperiencë, po kam patent në vendin tim. Okej, do bësh test, edhe mos i bëra testin, thanë jam rregull, do mësosh të ligjet tona, tabelat e këto, dhe i dhan patentën. Momentin e parë që kam hyrë makinë, tha kam vu rrypin e sigurimit se ishte bë subkoshente. Domethënë, janë këto mesazhe sensibilizuese, si të mirë, si të keq, injektohen në subkoshencë edhe kanë efekt funksional mekanik në trup. Domethënë, a unë e vuna rripin tha dhe ngela tha. Domethënë, në moment kam ngel. Si e bëra këtë veprim? Ne, unë, e ke parasysh. Edhe më kujtuan që sa efekt kanë këto. Propaganda e mirë ose e keqe, e ke parasysh. Ku e ke ti për televizione apo në rrjete sociale, ku e ke ti me ligj se kjo duhet bëj ligj, të miratohen në parlament, ligji jo me rrit rrogat me i bë nga 3-4.000 euro, 6.000 euro që bëjnë ato për njëri tjetrin, po ligje funksionale të tipit që do bëjmë një ligj ku t'imponohet çdo lloj medje vizuale si në internet, si digjitale, domethënë si do qoftë, që të futen në një herë ca kohë këto mesazhe, ve rripin, ke kursia biçikletave, kujdes shpejtësinë, kujdes kyt, po, lekun mo, se është problemi mos shoqëror më, nuk është problemi i vogël. Të shkojnë në institucion financiar në bankë edhe më thot ajo sa do tërheqësh. Ti kur unë e marr këtë pyetje nga një punonjës ke për 200 financiar, imagjino çfarë pres pastaj nga ti më puno mu thuj ore i dashur qytetar kur të vish këtu në bankë ne, ti duhet flasësh me shifra jo 30 vjetër, ç'është kjo e vjetër, s'ka 30 vjetër. Sa ke nxjerr aty, sa shkruan ai leku jot. Ke bën erë matematik. Do të thonë edhe në alfabeti di me numru zerot mas numrit. Po jo, kjo sjell edhe vetëm konfuzion, nuk është se është konflikt idiot. Absolutisht. Është më e thjeshtë që unë ta shpreh lekun aq. Kjo është një fenomen që është ngulur shumë thellë tek ne. Edhe sado dhe edhe kur e përdorin termin për shembull
2.000 lekë, të pyet, të vjetra, të reja? Po. Do thonë 20.000 lekë vjetra dhe 2.000 lekë të reja? Si flet ti thot, ti flet me të reja apo me të vjetra? Ta ripërsërit 2 herë që t'jesh... Unë ka kohë prej hallit, flas vetëm me euro. Po sepse aty s'ka të vjetra. Ka gatë shkosh aty. Bles tallemi ka herë i them 200 euro të reja, kështu e ke bëj shakat me këtë fenomenin e çuditshëm ton. 200 euro. Detyrohem me ja konvertu, shoh kursin, bëj ato llogarit edhe e nxjerr shumën në euro sepse du të merrem vesh. Nuk merrem dot vesh. Do thonë çuditshme si fenomen. Çuna ndonjë fenomen që mua s'm ka shkuar mendja, se që ju shqetëson edhe doni ta përmendni. Vallai mund ke gati me përmend një fenomen që është i dukshëm, domethënë, muhabeti i krimit në vend. E di që ka pasoja, po ideja është këtu, që nuk kapen kriminalët, nuk bëhen kriminalët. Po të ecim rrugëve, domethënë unë jam i qytetar që ec rrugëve, edhe shoh një skenë të tillë të përsëritur në masë në gjithë Tiranën. Cepa kafesh, lokalesh, ku parkohen makina nga, nuk po flas makina kështu më, Audi A6 i 2012-s që bëhet 6.000 euro. Po flas makina i 2013.